Ndërsa po lekson këto fjalë, një objekt kozmik po udhëton drejt diellit me shpejtësi prej 28.000 km/h. Nuk është asteroid, nuk është satelit artificial, është një komet, e quajtur C-17025R3, dhe brenda 3 muajsh do të bëhet aq e ndritshme sa do ta shohësh me sy të lirë nga oborri i shtëpisë tënde. Jo me teleskop profesional, jo nga observator në mal, por duke qëndruar në balkonin tënd me një filshan kafe në dorë në agjimin e 25 prillit 2026. Kjo nuk është teori, kjo nuk është parashikim i pasigurt. Kjo po ndodh tani, dhe ti ke vetëm 100 ditë për të përgatitur për spektaklin më të rrallë qiellor që kjo gjenerat ka parë. Imagjino këtë sken. Është mëngjesi i 25 prillit. Dieli nuk ka dalë ende, por qelli në lindje po zbe nga e zeza në blu të errët. Ti ngrihesh 15 minuta më herët se zakonisht. Merr dylbi që ke përdorur dikur për ndeshje futbolli, del jashtë. Shiko nga lindja, pak më lart se ku do të dalë dieli, dhe atje, ndërmjet yjeve që po zbejnë, sheh një njoll të vogël të mjegullt me një bisht delikat që shtrihet lart në qiell. Nuk është yll, yjet janë pika. Kjo është diçka tjetër, një vizitor nga skajet e sistemit diellor që nuk ka qenë këtu prej 4500 vitesh. Por le të ndalemi këtu, sepse ka diçka që duhet ta kuptosh më herë. Kjo nuk është një nga ato ngjarje që astronomët i shikojnë me pajisje të sofistikuara dhe pastaj na tregojnë se ishte mahnitse. Kjo është për ty, për mua, për çdo njeri që ka qiell mbi kokë. Kometa C, ekuivalent me 2025 R3, do të arrijë magnitudë 7.7, një numër që për astronomët do të thotë e dukshme me sy të lirë në kushte të mira. Por çfarë do të thotë kjo në realitet? Do të thotë që nëse jeton në një qytet të vogël ose në periferi ku ndotja e dritës nuk është ekstreme dhe nëse di ku të shikosh, do ta shohësh. Jo si një pikë ndritshme si Venusi, por si një prezencë e qetë, e mjegullt, etere, diçka që duket sikur nuk i përket këtij shekulli. Kur ishte hera e fundit që një komet kaq e ndritshme erdhi aq afër? Duhet të kthehemi në vitin 2020, kur kometa Neowise shkëlqeu në qiellin e Verës. Por para asaj, kometa Hale-Bopp në vitin 1997, një ngjarje që njerëzit ende e kujtojnë si kometa e jetës së tyre. Dhe para asaj, kometa Halley në vitin 1986. Këto nuk janë ngjarje që ndodhin çdo vit. Këto janë momente që përcaktojnë gjenerata. Dhe tani, në pranverën e vitit 2026, është rradha jote. Por këtu është pjesa interesante. Shumica e njerëzve nuk do ta shohin. Jo sepse nuk do të jetë e dukshme, por sepse nuk do ta dinë se duhet të shikojnë. Sepse do të mendojnë se kometat janë për astronomët, sepse do të presin që dikush t'ua tregojë dhe kur askush nuk do t'ua tregojë, do të humbasin momentin. Dhe një mëngjes, në fund të prillit, do të lexojnë në internet. A e pat kometën? Ishte mahnitëse. Dhe do të ndjejnë atë dhimbje të vogël, të njohur. Dhimbjen e një momenti të humbur që nuk do të kthehet për 10 vite. Pra le të bëjmë diçka ndryshe. Le të fillojmë nga fillimi. Le të kuptojmë saktësisht çfarë është C e kuptim plot R3 nga vjen, pse është aq e veçantë dhe më e rëndësishmja, si ta gjesh në qiell pa pasur nevojë për asnjë pajisje të shtrenjtë apo njohuri të avancuara astronomike. Kometa C, ekuivalent me 2025 R3, u zbulua në shtator të vitit 2025 nga teleskopi Pan-STARRS në Hawaii. Pan-STARRS nuk është një teleskop i zakonshëm, është një sistem i projektuar specifikisht për të gjurmuar objekte që lvizin në qiell. Çdo natë ai skanon zona të mëdha të qiellit duke kërkuar gjëra që ndryshojnë pozicion ndërmjet fotografive. Asteroide që mund të kërcënojnë tokën, kometa të reja që hyjnë në sistemin e brendshëm diellor. Dhe në 28 shtator, ai gjeti diçka. Në fillim, ishte vetëm pikë dobët e dritës që lvizte ngadalë kundrejt yjeve të sfondit. Magnitudë 20, aq e dobët sa asnjë sy njerëzor nuk do ta kishte parë kurrë,
edhe me teleskopët më të mëdhenj amator. Por astronomët e Pan-STARRS e dinin se çfarë po shikonin. Trajektoria ishte karakteristike, një elips i gjatë, ekstrem, që vinte nga reja e Ortit, ajo sferë gjigante e objekteve të ngrira që rrethon sistemin diellor në një distancë prej 50.000 herë më larg se toka nga dielli. Llogaritjet fillestare treguan diçka interesante. Kjo komet nuk ishte thjesht një vizitor i rastësishëm. Orbita e saj sugjeronte që ishte këtu më parë, rreth 4500 vjet më parë, në kohën kur piramida e Keopsit sapo ishte ndërtuar në Egjipt. Por atëherë askush nuk e kishte regjistruar. Nuk kishte teleskop, nuk kishte fotografi. Vetëm sy njerëzor që shikonin qiellin dhe ndoshta e shihnin një njollë të çuditshme që lvizte ngadalë ndërmjet yjeve. Tani, në vitin 2026, kjo komet po kthehet. Dhe këtë herë, ne jemi gati. Ne e dim saktësisht ku është, e dim ku po shkon, e dim se kur do t'jetë më e ndritshme dhe më e rëndësishmja. E dim se si ta shohim. Por para se të flasim për vëzhgimin praktik, duhet të kuptojmë diçka themelore. Çfarë është një komet? Jo për kufizimi i librit të shkollës, një top akulli dhe pluhuri që orbitulon rreth diellit. Por çfarë është në realitet, në nivelin më thelbësor? Imagjino një shkëmb, jo një shkëmb i zakonshëm toksor, por një shkëmb kozmik, një fragment i mbetur nga formimi i sistemit diellor 4 miliardë 600 milion vjet më parë. Ky shkëmb ka qenë i ngrirë në errësirën absolute të hapësirës së thellë për miliarda vite. Temperatura e tij është afër zeros absolute, minus 243 gradë Celsius. Në këtë të ftohtë ekstreme, çdo gjë që në tokë do të ishte gaz ose lëng, uji, metani, amoniakja, dioksidi i karbonit, është ngurtësuar në akull solid. Tani imagjino që ky shkëmb fillon të bjerë drejt diellit. Jo shpejt në fillim, por gradualisht, tërhequr nga graviteti i diellit, ai fillon një udhtim që do të zgjas dekada. Ndërsa afrohet, diçka e jashtëzakonshme fillon të ndodh. Rrezet e diellit, që në skajet e sistemit diellor janë pothuajse të papërfillshme, fillojnë të ngrohin sipërfaqen e shkëmbit. Akulli fillon të sublimojë, të kalojë direkt nga gjendja e ngurtë në gaz, pa u bërë lëng. Dhe ky gaz, duke dalë nga sipërfaqja, krijon atë që ne e shohim si koma, ajo mjegull e ndritshme rreth bërthamës së kometës. Por historia nuk mbaron këtu. Ky gaz, i përzier me grinca të vogla pluhuri që dalin nga sipërfaqja, fillon të shtrihet në hapësirë. Dhe këtu ndërhyn një forcë e dytë, era diellor. Dielli nuk lëshon vetëm dritë. Ai lëshon një rrjedhë konstante grimkash të ngarkuara elektrikisht, protone dhe elektrone që udhtojnë me shpejtësi prej qindra kilometra në sekond. Kur kjo erë diellore godet gazin dhe pluhurin që del nga kometa, i shtyn larg nga dielli dhe kështu formohet bisha. Ajo shtrese gjatë e ndritshme që gjithmonë tregon larg nga dielli pavarësisht nga drejtimi i lëvizjes së kometës. Kjo është arsyeja pse kometat janë aq spektakolare. Nuk është vetëm objekti në vetvete, një shkëmb disa kilometra i gjerë. Është transformimi që ndodh kur ky shkëmb, i ngrirë për miliarda vite papritur, gjendet në nxehtësinë relative të sistemit të brendshëm diellor. Është si të shohësh një skulptur akulli gjigante duke u shkrirë në kohë reale, por në vend që të bjerë poshtë, materiali i shkrirë fluturon në hapësirë, duke krijuar një strukturë që mund të jetë më e gjatë se distanca nga toka në hën. Dhe C, ekuivalent me 2025 R3, po kalon pikërisht këtë transformim. Tani, çdo ditë që kalon, ajo afrohet më shumë me diellin. Çdo ditë më shumë akull sublimoj. Çdo ditë koma bëhet më e madhe dhe më e ndritshme. Çdo ditë bisha rritet më gjatë. Dhe në 25 pril, kur kometa do të jetë në pikën më të afërt me diellin, një distancë prej 125 milion kilometra, pak më shumë se distanca tok-diell, ajo do të arrijë ndriçimin maksimal. Por këtu është pyetja që të gjithë e bëjnë. Pse kjo komet është aq e veçantë? Çdo vit ka kometa të reja. Çdo vit astronomët zbulojnë vjetra objekte të reja.
Pse C e 2025 R3 meriton vëmendjen tënde? Përgjigjja qëndron në një kombinim të rrallë faktorësh. Së pari, ndriqimi. Magnitud 7.7 nuk t'ingëlon shumë për një person të zakonshëm, por në shkallën astronomike, kjo është kufiri magjik. Çdo gjë më e ndriqme se magnitud 6 është e dukshme me sy të lirë në kushte ideale. Magnitud 7 do të thotë që ke nevojë për kushte pak më të mira, qiell të errët, pa hënë, larg dritave të qytetit, por është ende absolutisht e arritshme për një person të zakonshëm. Së dyti, pozicioni. Disa kometa janë të ndriqme, por janë aq afër diellit në qiell sa janë pothuajse të pamundura për t'u parë. Të tjera janë të dukshme, por vetëm nga hemisfera jugore, duke i lënë jashtë miliarda njerëz në veri. C e kuptuar si 4/1025 ër. 3 do t'jetë e dukshme nga të dyja hemisfera dhe do t'jetë e pozicionuar në mënyrë që të mund ta shohësh në agjim ose në mbrëmje, kohët kur shumica e njerëzve janë zgjuar dhe aktiv. Së treti, kohëzgjatja. Disa kometa shkëlqejnë për disa ditë dhe pastaj zbehin. C225 R3 do t'jetë e dukshme për disa javë, nga fundi i marsit deri në mes të majit, duke i vënë njerëzve kohë të mjaftueshme për ta planifikuar vëzhgimin, për ta parë në kushte të ndryshme, për ta fotografuar, për ta ndarë përvojën me të tjerët. Dhe së katërti, dhe kjo është ndoshta më e rëndësishmja, aksesueshmëria. Nuk ke nevojë për teleskop, nuk ke nevojë për njohuri të thella astronomike, nuk ke nevojë të udhëtosh në një vend të largët. Nëse jeton në një vend ku mund të shohësh rrugën e Qumashtit në një natë të qartë, do ta shohësh kometën. Nëse ke një dilbi të thjeshtë, edhe ato që përdoren për shikimin e shpendëve ose ngjarjeve sportive, do ta shohësh edhe më qartë. Por le të jemi të sinqertë për një moment. Kam dëgjuar të gjitha argumentet skeptike. Kometat janë mbivlerësuar. Mediat i bëjnë të duken më spektakolare se sa janë në realitet. Hera e fundit që dola të shikoja një komet, nuk pash asgjë. Dhe e kuptoj plotësisht këtë skepticizëm. Sepse ka pasur raste kur kometat janë parashikuar të jenë spektakolare dhe pastaj kanë zhgënjyer. Kometa Aison në vitin 2013 ishte quajtur kometa e shekullit dhe u shkatërrua kur kaloi shumë afër diellit. Kometa Kohoutek në vitin 1973 ishte reklamuar si më e ndriqme se hëna dhe ishte vështirë e dukshme me sy të lirë. Por këtu është dallimi. Ato parashikime ishin bërë muaj ose vite përpara se kometat të arrinin pikun. Ishin bazuar në ekstrapolime, në shpresa, në skenar më të mirë. Me C725 R3 ne jemi në një pozicion krejtësisht të ndryshëm. Kometa tashmë është këtu, tashmë po ndricon, tashmë po e shohim se si po evoluon. Llogaritjet nuk janë më parashikime të pasigurta, janë matje të sakta të një procesi që po ndodh tani. Në fakt, ndërsa po flas, ka astronome amator në të gjithë botën që po e fotografojnë C7220 R3 çdo natë. Në Australi, një astronom me një teleskop të vogël në oborin e shtëpisë së tij po ndjek rritjen e komës. Në Kaliforni, një grup studentësh po mat shpejtësinë e rritjes së bishës. Në Japoni, një fotograf po krijon një sekuencë kohore që tregon ndryshimin e formës së kometës nga java në javë. Këto nuk janë profesionist me pajisje prej miliona dollarësh. Këta janë njerëz të zakonshëm me pasion për qiellin dhe ata po dokumentojnë një ngjarje që do të mbetet në histori. Dhe këtu është pjesa që më emocionon më shumë. Kur e shikon një komet me sytë e tu, pa ndërmjetësim teknologjik, pa ekran, pa filtr, ka diçka thellësisht njerëzore në atë përvojë, sepse po shikon saktësisht atë që paraardhësit tan kanë parë për mijëra vite. Po shikon të njëjtin fenomen që frymëzoi mitet dhe legjenda. Po shikon të njëjtin objekt që shkaktoi frikë dhe admirim në civilizimet e lashta që mendonin se kometat ishin shenja nga perëndit. Por ne e dim më shumë. Ne e dim se kometat nuk janë shenja, janë relikt. Janë kapsulat kohore nga lindja e sistemit diellor. Janë dëshmitar të ngurtësuar të një kohe kur planetet sapo po formoheshin, kur toka ishte ende një top i shkrir magme, kur jeta nuk kishte filluar ende. Dhe kur shikon një komet, po shikon direkt në atë të kaluar, të largët. Po shikon material që nuk ka ndryshuar për 4 miliard e 600 milion vite. Mendoje këtë. Uji që pi çdo ditë ka kaluar nëpër cikle të panumërta.
Ka qenë oqean, re, shi, lum, akull, avull. Ka qenë pjesë e dinosaurëve, e pemëve, e njerëzve. Por uji në C72, të tjerat R3, akulli që tani po sublimoi dhe po krijon atë kom të ndritshme, ka qenë i ngrirë në të njëjtën formë që nga momenti kur u formua. Është uji origjinal i sistemit diellor, i paprekur, i pandryshuar. Dhe kjo është arsyeja pse shkencëtarët janë aq të interesuar për kometat. Jo vetëm si spektakel vizual, por si burimi informacioni për origjinën tonë. Çdo komet që studojmë na tregon diçka të re për kushtet që ekzistonin kur sistemi diellor po formohej. Çdo analizë spektroskopike e gazit që del nga një komet zbulon përbërës kimik që na ndihmojnë të kuptojmë se si u formuan planetet, se si u shfaq jeta, se si u bë e mundur ekzistenca jonë. Por për momentin le të kthehemi te pyetja praktike. Si ta gjesh C, e kuptuar si 2025 R3 në qiell? Kjo është pjesa ku shumë njerëz bëhen nervoz. Nuk e njoh qiellin, nuk di ku të shikoj, çfarë nëse e humbas? Por e vërteta është se gjetja e një komete të ndritshme është shumë më e lehtë se sa mendon. Nuk ke nevojë të njohësh të gjitha konstelacionet. Nuk ke nevojë të kesh një hartë të detajuar qiellore. Ke nevojë vetëm për 3 gjëra: kohën e duhur, drejtimin e duhur dhe pak durim. Le të fillojmë me kohën. Në fund të prillit, C, e kuptuar si 2025 R3, do të jetë e dukshme në agjim rreth 1 orë para lindjes së diellit. Kjo do të thotë që nëse dielli del në orën 6, ti duhet të jesh jashtë në orën 5. Pse kjo kohë? Sepse kometa do të jetë relativisht afër diellit në qiell, rreth 20 gradë larg. Nëse pret shumë vonë, qielli do të jetë shumë i ndritshëm dhe kometa do të zhduket në shkëlqimin e agjimit. Nëse del shumë herët, kometa do të jetë ende nën horizont. Tani drejtimi. Shiko nga lindja, nga ana ku del dielli, por jo direkt në horizont. Shiko pak më lart, rreth 20 gradë. Si ta matësh 20 gradë pa instrumente? Zgjate krahun përpara. Bëj grusht. Gjerësia e grushtit tënd në largësinë e krahut të zgjatur është rreth 10 gradë. Pra 2 grushta mbi horizont, aty do të jetë kometa. Por në cilën pjesë të lindjes? Këtu vjen pjesa interesante. Në fund të prillit, kometa do të jetë në konstelacionin e Peshqve, një zonë relativisht e zbrazët e qiellit, pa yje, shumë të ndritshëm në afërsi. Kjo është lajm i mirë, sepse do të thotë që kometa do të dallohet më lehtë. Nuk do të ketë yje të ndritshëm që të hutojnë. Por si ta dallosh kometën nga një yll? Ktu është çelësi. Yjet janë pika. Edhe me dylbi, yjet mbeten pika të vogla, të mprehta të dritës. Kometat janë të ndryshme. Edhe me sy të lirë, një komet duket si një njollë e vogël e mjegullt. Me dylbi do ta shohësh qartë komen, atë sferë të butë, të ndritshme rreth bërthamës. Dhe nëse ke fat dhe kushte shumë të mira, mund të shohësh edhe fillimin e bishës, një vijë delikate që shtrihet larg nga koma. Por le të ndalemi në një detaj që shumica e udhëzuesve e anashkalojnë. Çfarë do të thotë kushte të mira në realitet? Sepse kjo është dalimi ndërmjet të parit diçka mahnitëse dhe të parit pothuajse asgjë. Imagjino 2 skenar. Skenari i parë: je në qendër të Tiranës, Prishtinës apo Shkupit. Është ora 5 të mëngjesit. Dritat e rrugës janë ende ndezur. Makinat fillojnë të kalojnë. Qielli në lindje po zbe, por mbi ty ende shehat të ngjyrë portokalli gri që qytetet e mëdha krijojnë gjatë gjithë natës. Shikon nga lindja, shikon ku duhet të jetë kometa, por nuk sheh asgjë përveç disa yjeve të dobët që mezi dallohen. Skenari i dytë. Je 20 kilometra jashtë qytetit, ndoshta në një fshat ku ke familje, ndoshta në një kodër që ke gjetur në hartë. Është e njëjta orë, 5 të mëngjesit, por këtu dritat janë të pakta. Qielli është vërtet i errët. Kur shikon lart, sheh jo vetëm yjet më të ndritshëm, por qindra yje të tjerë që në qytet janë të padukshëm. Dhe kur shikon nga lindja, në atë zonë 20 gradë mbi horizont, sheh diçka që në qytet do të ishte e pamundur. Një njollë e vogël, e butë, mjegulore, me një shkëlqim delikat që duket sikur nuk është krejtësisht e ngurtë, sikur po lëviz, edhe pse e di që është shumë larg për të parë lëvizje reale. Ky është dallimi që bën ndotja e dritës.
Dhe këtu është e vërteta e vështirë. Nëse jeton në një qytet të madh dhe nuk mund të largohesh, do ta kesh shumë më të vështirë. Jo të pamundur, por shumë më të vështirë. Magnitud 7.7 do të thotë që kometa do të jetë rreth 60 herë më e dobët se yjet më të dobët që mund të shohësh me sy të lirë në një qytet. Kjo nuk është një pengesë absolute, por është një sfidë reale. Por këtu është lajmi i mirë. Nuk ke nevojë të shkosh në një shkretir të lardhët, nuk ke nevojë të udhëtosh në male. 20 kilometra jashtë qytetit, një distancë që mund ta bësh me makinë në 20 minuta, është shpesh e mjaftueshme. Qelësia është të gjesh një vend ku kur shikon lart në një natë të qartë, mund të shohësh rrugën e Qumështit. Nëse mund ta shohësh atë shirit të dobët, të mjegullt të yjeve që kalon nëpër qiell, atëherë ke kushte të mjaftueshme për të parë C72 e 25R3. Dhe këtu është diçka që shumë njerëz nuk e dinë. Sytë e tu kanë nevojë për kohë për t'u përshtatur me errësirën. Jo 5 minuta, jo 10 minuta, por 20 deri në 30 minuta për përshtatje të plot. Kjo do thotë që nëse del jashtë nga një dhomë ndriçuar dhe menjëherë shikon qiellin, do të shohësh vetëm një pjesë të vogël të asaj që është vërtet e dukshme. Por nëse pret, nëse i jep syve të tu kohë për të rritur ndjeshmërinë, për të hapur plotësisht pupilët, për të aktivizuar qelizat e bastoncello që janë përgjegjëse për shikimin në errësirë, do të fillosh të shohësh gjëra që më parë ishin të padukshme. Pra këtu është protokoli i vërtet për vëzhgimin optimal. 1 orë para lindjes së diellit, shko në vendin tënd të zgjedhur. Mos përdor dritë të bardhë, as nga telefoni, as në një fener. Nëse ke nevojë për dritë, përdor dritë të kuqe, sepse drita e kuqe nuk e prish përshtatjen e errësirës. Ulje. Mos shiko menjëherë ku mendon se është kometa. Shiko thjesht qiellin. Lëre syrin tënd të pushojë, të relaksohet, të hapet. Pas 15 minutash, fillo të kërkosh. Shiko nga lindja, 20 gradë mbi horizont. Mos përpiqu të fokusohesh direkt në një pikë. Përdor shikimin periferik. Shpesh, objektet e dobta qiellore shihen më mirë kur nuk i shikon direkt. Dhe pastaj, në një moment, do ta shohësh. Jo si një revelacion dramatik, por si një kuptim gradual. Atje, ajo njoll. Nuk ishte aty para 1 minute, apo po? Jo, ishte. Thjesht nuk e kisha vënë re. Dhe kur e ke parë një herë, nuk mund ta mos e shohësh më. Është sikur truri yt ka mësuar të dallojë atë model, atë formë, atë shkëlqim të veçantë që është ndryshe nga çdo gjë tjetër në qiell. Por le të flasim për dylbi, sepse nëse ke një dylbi, çfarëdo lloji, edhe një model i lirë që ke bler për shikimin e shpendëve, përvoja do të transformohet plotësisht. Dylbi më të zakonshëm janë 7 herë 50 ose 8 herë 42. Këto numra do të thotë zmadhimi i parë 7 herë ose 8 herë dhe diametri i lenteve në milimetra 50 ose 42. Për vëzhgimin e kometave, këto janë ideale. Pse? Sepse kanë zmadhim të mjaftueshëm për të parë detaje, por jo aq të lartë sa të bëjnë imazhin të paqëndrueshëm nga dridhja e duarve, dhe kanë lente mjaft të mëdha për të mbledhur dritë të mjaftueshme për të parë objekte të dobta. Kur e shikon C72.025R3 me dylbi, do të shohësh diçka që me sy të lirë është vetëm një njoll e vogël. Do të shohësh strukturë. Koma do të jetë qartësisht e dukshme, një sferë e butë e ndritshme me një bërtham pak më të ndritshme në qendër. Dhe bisha. Bisha. Me dylbi të mirë dhe kushte të mira, bisha mund të jetë e dukshme për disa gradë, një vijë delikate, etere, që shtrihet larg nga koma si tymi i një qiriri kozmik. Por këtu është gabimi që shumë fijestar bëjnë. Përpiqen të mbajnë dylbi plotësisht të qëndrueshëm, dhe kjo është pothuajse e pamundur. Duart njerëzore dridhen, edhe profesionistët nuk mund të mbajnë dylbi plotësisht të palvishëm për më shumë se disa sekonda. Pra çfarë bën? Ose mbështetet duart në diçka, një mur, një pemë, catje e makinës, ose, edhe më mirë, përdor një tripod. Shumë dylbi kanë një vrim filetimi në mes që lejon bashkimin me një tripod fotografie. Nëse nuk ke tripod, një çantë me fasule ose rër që e vendos në cati të makinës
dhe ku mbështet dylbi funksionon mahnitshëm mirë. Dhe këtu është një tjetër sekret. Mos shiko vazhdimisht nëpër dylbi. Shiko për 20 deri në 30 sekonda, pastaj ule dylbi dhe pushoje syrin. Shiko me sytë e lirë për 1 minutë, pastaj shiko përsëri me dylbi. Kjo teknikë e alternimit të lejon të shohësh më shumë detaje, sepse syri jut nuk lodhet dhe mban ngjeshmërinë maksimale. Por çfarë nëse dëshiron të shkosh më tej? Çfarë nëse dëshiron të fotografosh kometën? Këtu është lajmi i mirë. Nuk ke nevojë për pajisje profesionale. Një kamerë DSLR ose mirrorless me një objektiv të thjesht 50 mm vendosur në një tripod është e mjaftueshme. Madje edhe disa telefona modern me modalitet nat mund të kapin kometën, nëse i jep kohë ekspozimit, 10 deri në 15 sekonda. Por këtu është sfida. Toka rrotullohet. Kjo do të thotë që yjet dhe kometa lëvizin në qiell. Nëse bën një ekspozim të gjatë me një kamerë të palvizshme, yjet do të shfaqen si vija në vend të pikave. Për ekspozime deri në 15 sekonda, kjo nuk është problem i madh. Por nëse dëshiron ekspozime më të gjata, 1 minutë, 2 minuta, ke nevojë për një gjurmues yjor, një pajisje që lëviz kamerën me të njëjtën shpejtësi me të cilën rrotullohet toka, duke mbajtur yjet të palvizshëm në kuadër. Por le të jemi realist. Shumica e njerëzve nuk do të fotografojnë kometën, dhe kjo është plotësisht në rregull. Sepse ka diçka thellësisht të vlefshme në përvojën e drejt për drejt, të pafiltruar, të pamedjuar. Ka diçka në të parit një komet me sytë e tu, pa ekran, pa sensor, pa procesim digital, që është thelbësisht të ndryshe nga të parit një fotografi, sado e bukur të jetë ajo fotografi. Kur e shikon me sytë e tu, je në një lidhje të drejt për drejt me objektin. Fotoni që godet retinën tënde ka udhëtuar nga kometa pa ndërmjetësim. Ka kaluar në përhapësirë për minuta ose orë, në varësi të distancës dhe pastaj ka hyrë në syrin tënd. Nuk ka pasur sensor që ta konvertoj në sinjal elektrik, nuk ka pasur algoritëm që ta procesoj, nuk ka pasur ekran që ta riprodhoj. Është një lidhje e drejt për drejt, fizike, ndërmjet teje dhe një objekti që është miliona kilometra larg. Dhe kjo lidhje ka një cilësi që fotografit nuk mund ta kapërdinë. Kontekstin. Kur shikon një fotografi të një komete, sheh vetëm kometën, por kur e shikon me sytë e tu, e sheh në kontekstin e qiellit të plot. E sheh në lidhje me yjet përreth. E sheh se si pozicioni i saj ndryshon ndërsa minuta kalojnë dhe toka rrotullohet. E sheh se si ndriçimi i saj ndryshon ndërsa qielli zbe me afrimin e agjimit. E sheh si një pjesë të një tërësie më të madhe, jo si një objekt i izoluar, por si një element i një kozmosi të gjallë, dinamike. Por le të kthehemi te pyetja praktike që shumë njerëz e bëjnë. Çfarë nëse koha është e keqe? Çfarë nëse është vranët në 25 prill? Këtu është lajmi i mirë. Kometa nuk do të jetë e dukshme vetëm një ditë. Periudha optimale do të jetë nga mesi i prilit deri në fillim të majit, rreth 3 javë. Gjatë kësaj periudhe do të ketë disa ditë kur kometa do të jetë pak më e dobët se piku maksimal, por ende plotësisht e dukshme. Kjo do të thotë që ke shumë mundësi. Nëse një mëngjes është vranët, provoje të nesërmen. Nëse një javë ka mot të keq, prit javën tjetër. Dhe këtu është diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Kometat nuk ndryshojnë shpejt. Nuk është si një eklips diellor që zgjat minuta dhe nëse e humbas për gjithmonë. Një komet evoluon gradualisht gjatë javëve. Çdo mëngjes që del dhe e shikon, do të jetë pak ndryshe nga mëngjesi i mëparshëm. Bisha mund të jetë pak më e gjatë, koma mund të jetë pak më e ndritshme. Pozicioni në qiell do të ketë ndryshuar pak, por këto janë ndryshime graduale, të lehta, që bëjnë çdo vëzhgjim unik, por asnjë vëzhgjim absolutisht kritik. Kjo është e kundërta e mentalitetit tani ose kurr, që shpesh na bën të ndjehemi të shtrënguar nga ngjarjet astronomike. Me C7025R3 ke kohë, ke fleksibilitet, ke mundësinë të planifikosh, të provosh, të eksperimentosh, të mësosh nga çdo vëzhgjim dhe ta përmirësosh të nesërmen. Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet në udhëzuesit teknik. Përvojën emocionale të parit një komet. Ka një moment, dhe çdo person që ka parë një komet e njeh këtë moment,
Kur realizon se çfarë po shikon. Në fillim është vetëm një njollë e çuditshme në qiell, diçka që nuk duket si një il, por nuk je i sigurt se çfarë është. Pastaj, ndërsa vazhdon të shikosh, ndërsa truri yt proceson informacionin, ndërsa kujtesa jote e njohurive astronomike aktivizohet, vjen kuptimi. Kjo është një komet. Kjo është një objekt që vjen nga skajet e sistemit diellor. Kjo ka qenë në hapësirë për miliarda vite, dhe tani është këtu dhe unë po e shikoj. Dhe me atë kuptim vjen një ndjenjë që është e vështirë për t'u përshkruar. Nuk është thjesht kurreshtje intelektuale, nuk është thjesht admirim estetik, është diçka më thellë, një ndjenjë e lidhjes me diçka që është shumë më e madhe dhe më e vjetër se ti. Një ndjenjë se për një moment je pjesë e një historie që ka filluar para se njerëzimi të ekzistonte dhe do të vazhdojë shumë kohë pas nesh. Kjo është arsyeja pse njerëzit kujtojnë kometat që kanë parë. Jo sepse ishin spektakolare në kuptimin e një fisheku artificiali ose një perëndimi dramatik, por sepse ishin një lidhje me diçka themelore, një kujtesë se ne jetojmë në një univers dinamik, ku objekte të mëdha lëvizin nëpër hapësirë, ku procese që filluan miliarda vite më parë ende po zhvillohen, ku e kaluara dhe e tashmia dhe e ardhmja janë të lidhura në mënyra që zakonisht nuk i shohim. Por le të jemi praktik për një moment. Le të flasim për sfidat reale që mund të hasësh. Sfida e parë, gjurmimi i kohës. Një orë para lindjes së diellit do të thotë kohë të ndryshme në data të ndryshme. Në fillim të prillit mund të jetë ora 5:20, në fund të prillit mund të jetë ora 4:40. Si ta dish saktësisht? Ka aplikacione falas për telefon, Stellarium, Sky Safari, Starwalk, që të tregojnë saktësisht kur del dielli në vendodhjen tënde. Zbriti një nga këto aplikacione. Vendose vendodhjen tënde. Shiko kur del dielli. Zbrit një orë, ajo është koha jote e vëzhgjimit. Sfida e dytë, orientimi. Lindja t'inglon e thjesht, por nëse nuk je mësuar të orientohesh, mund të jetë konfuze. Këtu është truku më i thjesht. Në mbrëmje, shiko ku perëndon dielli. Ajo është perëndimi. Lindja është pikërisht në drejtimin e kundërt. Ose përdor një kompas në telefon, ose, edhe më thjesht, përdor një nga aplikacionet e përmendura më lartë. Ato kanë modalitet realitet i shtuar, ku mund të mbash telefonin drejt qiellit dhe aplikacioni tregon saktësisht ku janë objektet qiellore. Sfida e tretë, identifikimi. Si ti jesh i sigurt se ajo që po shikon është kometa dhe jo diçka tjetër? Këtu është testi i thjeshtë. Nëse është një pikë mpreth drite, është yll. Nëse është një njollë e mjegullt që nuk ka kufi të qartë, mund të jetë komet ose galaktik ose mjegullnaj. Por në fund të prillit, në atë zonë specifike të qiellit, 20 gradë mbi horizontin lindor, në konstelacionin e peshqve, objekti më i ndritshëm i mjegullt do të jetë C, ekuivalent me 2025 R3. Nuk ka galaktika të ndritshme në atë zonë, nuk ka mjegullnaja të mëdha. Nëse sheh diçka të mjegullt atje, është kometa. Sfida e katërt, pritshmëritë. Kjo është ndoshta më e rëndësishmja. Nëse pret të shohësh diçka si fotografitë spektakolare që sheh në internet, me ngjyra të gjalla, me bisht gjigant që mbush gjysmën e qiellit, do të zhgënjehesh. Fotografitë janë ekspozime të gjata që mbledhin dritë për minuta ose orë. Fotografitë janë procesuar për të theksuar detajet dhe ngjyrat. Fotografitë shpesh janë bërë me teleskop të mëdhenj nga vende me qiell perfekt të errët. Ajo që do të shohësh me sy të lirë ose me dylbi do të jetë më delikate, do të jetë më e butë, do të jetë më e vogël, por do të jetë reale, do të jetë drejt për drejt, do të jetë jote. Dhe ka një bukuri në atë realitet të papërpunuar që asnjë fotografi, sado e bukur, nuk mund ta zvendçojë. Mendoje kështu. Kur shikon një perëndim dielli, nuk pret që të duket saktësisht si një fotografi profesionale me ngjyra të saturuara dhe kontrast të egzageruar. E vlerëson për atë që është, një moment i bukur, kalimtar, unik. E njëjta gjë me një komet. Është një fenomen natyror, i butë, delikat, që kërkon vëmendje dhe durim për t'u vlerësuar plotësisht. Por le të flasim për diçka që rrallë përmendet. Çfarë të bësh nëse e shikon kometën dhe nuk ndjen asgjë të veçantë? Kjo ndodh.
Jo të gjithë kanë një përvojë emocionale intensive kur shohin një komet. Disa njerëz thjesht mendojnë, në rregull është një njoll e mjegullt. Interesante. Dhe kjo është plotësisht e vlefshme. Nuk ka një mënyrë të drejtë për të reaguar ndaj një komete. Por nëse gjendet në këtë situatë, këtu është një sugjerim. Provoje përsëri, jo të nesërmen, por pas një jave. Dhe këtë herë, përpara se të dalësh, leco pak më shumë për kometat. Shiko disa fotografi. Mëso për procesin e sublimimit të akullit. Kuptoje se çfarë po shikon në nivel fizik. Shpesh, kuptimi intelektual thellëson përvojën emocionale. Kur e di se ajo njollë e vogël e mjegullt është në realitet një objekt 10 kilometra i gjerë që po lëshon mijëra ton gaz dhe pluhur çdo sekond, që ka udhëtuar për dhjetra mijëra vite për të arritur këtu, që nuk do të kthehet për mijëra vite të tjera, ajo njollë fillon të duket ndryshe. Ose provoje këtë. Shikoje me dikë tjetër, me një mik, me familje, me fëmijët. Ka diçka në përvojën e ndarë që e bën më të pasur. Kur dikush tjetër e shikon dhe thot, e shoh, atje është, dhe ti e shikon të njëjtën gjë, krijohet një moment i lidhjes që shkon përtej objektit në vetvete. Bëhet një kujtesë e përbashkët, një përvojë që do ta kujtoni të dy. Dhe nëse ke fëmijë, kjo është një mundësi e jashtëzakonshme, sepse për një fëmijë, të shikuarit e një komete nuk është vetëm një ngjarje astronomike. Është një aventurë, është të ngriturit herët, është të dalët në errësirë, është të kërkuarit e diçkaje të fshehur në qiell, është zbulimi kur e gjejnë, dhe është kuptimi që bota, universi, është shumë më i madh dhe më interesant se sa duket në jetën e përditshme. Shumë astronome profesionale tregojnë se interesi i tyre filloi me një ngjarje të tillë, një prind që i zgjoi në mes të natës për të parë një shi meteorësh. Një gjysh që u tregoi një kometë, një mësues që i çoi në një vëzhgjim. Këto momente formojnë, këto momente hapin dyer. Dhe C-1725R3 është një mundësi për të krijuar një moment të tillë. Por le të kthehemi te shkenca për një moment, sepse ndërsa ne po përgatitemi për ta parë kometën si një spektakël vizual, shkencëtarët po përgatiten për ta studiuar si një laborator kozmik. Në të gjithë botën, teleskop profesional tashmë janë duke e monitoruar C-1725R3. Spektrograf po analizojnë dritën që vjen nga kometa duke ndarë atë në ngjyrat përbërëse për të identifikuar elementet kimik që janë të pranishëm. Çdo element lëshon dritë në gjatësi vale specifike kur nxehet ose ekscitohet. Duke analizuar këto nënshkrime spektrare, shkencëtarët mund të përcaktojnë saktësisht çfarë përmban kometa. Deri tani, analizat kanë zbuluar ujë, siç pritej, por edhe përbërës më kompleks. Molekula organike, përbërje që përmbajnë karbon, hidrogjeni, azot, oksigjen. Këto nuk janë organike në kuptimin e të gjalla, por janë bloqet ndërtimore nga të cilat jeta mund të formohet. Dhe zbulimi i tyre në kometa mbështet një teori fascinuese, që jeta në tokë mund të ketë filluar me material që erdhi nga hapësira, i sjellë nga kometa që goditën planetin ton miliarda vite më parë. Kjo nuk është shkencë fantazi. Kjo është një hipotezë serioze e mbështetur nga dëshmi në rritje. E dim që toka e hershme u godit nga mijëra kometa gjatë një periudhe të quajtur bombardimi i madh i vonë, rreth 4 miliard vjet më parë. E dim që kometat përmbajnë ujë dhe molekule organike. E dim që jeta në tokë shfaqet relativisht shpejt pas kësaj periudhe. Lidhja nuk është e provuar, por është e mundshme, madje e mundshme. Pra kur shikon C, e kuptimi 2025R3 po shikon jo vetëm një objekt të bukur, po shikon një lloj objekti që mund të ketë luajtur një rol kritik në origjinën e jetës në planetin ton. Po shikon një dëshmi të gjallë të proceseve që bën të mundur ekzistencën tënde. Por ka edhe një tjetër arsye pse shkencëtarët janë të interesuar. Kometat janë të paparashikueshme. Ndryshe nga planetët që ndjekin orbita të sakta dhe të parashikueshme, kometat mund të ndryshojnë sjelljen, mund të shpërthejnë papritur duke u bërë shumë më të ndritshme. Mund të fragmentohen duke u ndarë në copa më të vogla, mund të zhvillojnë struktura të pazakonta në bish, nyj, val dhe gëzime.
C1725R3 deri tani ka qenë relativisht e qëndrueshme, por ndërsa afrohet më shumë me diellin, ndërsa nxehtësia rritet, ka mundësi për surpriza. Ndoshta do të shohim një shpërthim të papritur që do ta bëjë më të ndritshme se sa parashikohet. Ndoshta do të shohim fragmentim që do të krijojë shumë kometa më të vogla. Ndoshta do të shohim struktura të pazakonta që do të na japin informacion të ri për përbërjen e brendshme të kometës. Kjo është një nga gjërat që e bën vëzhgimin e kometave kaq emocionues. Nuk e di saktësisht çfarë do të shohësh. Ka një element të papritur, të paparashikueshëm, që mungon në shumicën e ngjarjeve astronomike. Një eklips diellor është i parashikueshëm me saktësi sekonde. Një tranzit, planeti është i parashikueshëm me saktësi minuta. Por një komet mund të surprizojë, dhe kjo është pjesë e bukurisë. Kur del në atë mëngjes të prillit për ta parë C ekuivalent me 2025 R3, nuk po shikon thjesht një objekt që dikush të ka thënë se do të jetë atje. Po shikon një objekt dinamik, të gjallë në kuptimin fizik, që po kalon një transformim të jashtëzakonshëm. Po shikon një proces që po ndodh tani, në kohë reale, ndërsa po shikon. Çdo sekond që shikon, mijëra ton akull po sublimojnë nga sipërfaqja e kometës. Çdo sekond, gazi i ri po shtohet në kom. Çdo sekond, era diellore po shtyn material të ri në bish. Nuk është një objekt statik. Është një sistem dinamik, në ndryshim konstant, që po evoluon para syve të tu, edhe pse ndryshimet janë shumë të ngadalta për t'u parë në kohë reale. Por nëse i shikon sonte dhe pastaj përsëri pas një jave, do të shohësh ndryshime. Bisha mund të jetë më e gjatë, koma mund të jetë më e madhe, pozicioni në qiell do të ketë ndryshuar. Dhe këto ndryshime të vogla, të lehta, janë dëshmi e proceseve gjigante që po ndodhin në një shkallë që është e vështirë për ta kuptuar. Por le të shkojmë më thellë në atë që po ndodh vërtet kur një komet afrohet me diellin, sepse kjo nuk është thjesht një histori për një objekt që lëviz nëpër hapësirë. Kjo është një histori për transformim, për një objekt që ka qenë i ngrirë në errësirë absolute për 4 miliardë 600 milion vite dhe që papritur gjendet në një mjedis që e shndërron plotësisht. Imagjino këtë, je një molekullë uji në sipërfaqen e C në 2025 R3. Për miliarda vite ke qenë pjesë e një strukture kristalore të akullit e ngrirë në -243 gradë Celsius. Rreth teje janë triliona molekula të tjera, të gjitha të ngurcuara në një rrjet të palëvizshëm. Nuk ka lëvizje, nuk ka ndryshim. Vetëm errësirë absolute dhe të ftohtë që është pothuajse e pamundur për ta konceptuar. Pastaj, gradualisht, aq gradualisht sa është e papërfillshme në fillim, diçka ndryshon. Një foton i vetëm godët sipërfaqen, pastaj një tjetër, pastaj 10, pastaj qindra. Këto janë rrezet e para të diellit që kanë arritur në këtë thellësi të sistemit diellor për miliarda vite. Dhe me çdo foton që godet, energjia rritet. Temperatura fillon të ngjitet. Jo shpejt, por vazhdimisht. -240, -230, -220. Dhe pastaj, në një moment kritik, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Lidhjet që të kanë mbajtur në vend për miliarda vite fillojnë të thyen. Energjia termike bëhet mjaft e fortë për të mposhtur forcat që të lidhin me molekullat fqinje. Dhe papritur, në një shkallë molekulare, papritur do të thotë, brenda mikrosekondave je i lirë. Je një molekul gazi. Je duke u lëvizur. Je duke u larguar nga sipërfaqja me shpejtësi prej qindra metra në sekond. Por nuk je vetëm. Rreth teje, miliona molekula të tjera po kalojnë të njëjtin transformim. Uji, metani, amoniakja, dioksidi i karbonit, të gjitha po sublimojnë njëkohësisht. Dhe me to vijnë grinca të vogla pluhuri që ishin të ngjitura në akull. Këto grinca, vetëm disa mikrometra të gjera, më të vogla se një qelizë bakteriale, fillojnë të lundrojnë në gazin që po ekspandon. Kjo është koma. Kjo është ajo sferë ndritshme që shohim rreth bërthamës së kometës. Nuk është një objekt i ngurtë, është një are gazi dhe pluhuri që po ekspandon vazhdimisht duke u ushqyer nga sublimimi i vazhdueshëm i akullit nga sipërfaqja.
dhe madhësia e saj është e jashtëzakonshme. Bërthama e C 17.025 R3, shkëmbi aktual i akullit dhe shkëmbit, është vetëm rreth 10 km në diametër. Por koma mund të jetë 100.000 km e gjerë. Kjo do të thotë që nëse e vendosje tokën në qendër të komës, hëna do të ishte ende brenda saj. Por historia nuk mbaron me komën, sepse tani hyn në lojë era diellore. Dielli nuk është një objekt statik që thjesht rrezaton dritë. Dielli është një reaktor fuzion bërthamor gjigant që po shpërthen vazhdimisht. Dhe një nga produktet e këtyre shpërthimeve është një rrjedhë konstante grimkash, të ngarkuara elektrikisht, kryesisht protone dhe elektrone, që udhtojnë larg nga dielli me shpejtësi prej 400 deri në 700 km në sekond. Kjo është era diellore. Kur kjo erë godet komën e kometës, ndodh diçka fascinuese. Grimkat e ngarkuara të erës diellore ndërveprojnë me molekulat e gazit dhe grimkat e pluhurit në komë. Dhe kjo ndërveprim krijon një forcë, një shtys që i largon këto grimca nga dielli. Kjo është arsyeja pse bisha e një komete gjithmonë tregon larg nga dielli, pavarësisht nga drejtimi i lëvizjes së kometës. Mendoje këtë: nëse një komet po afrohet me diellin, bisha tregon përpara, në drejtimin ku kometa po shkon. Nëse kometa po largohet nga dielli, bisha tregon prapa, në drejtimin nga ka ardhur. Kjo është e kundërta e asaj që do të pritje nga intuita. Do të mendoje që bisha do të ishte prapa kometës, si tymi prapa një makine. Por në realitet, bisha përcaktohet nga era diellore, jo nga lëvizja e kometës. Dhe kjo krijon pamje të jashtëzakonshme. Kur C, ekuivalent me 2025 R3, do të jetë në pikën më të afërt me diellin në 25 prill dhe pastaj do të fillojë të largohet, do ta shohim duke fluturuar në përhapësirë me bishën përpara, sikur po udhton mbrapsht. Natyrisht nuk po udhton mbrapsht, po udhton normalisht, por bisha e shtyr nga era diellore tregon gjithmonë larg nga dielli. Por ka edhe një kompleksitet tjetër. Në realitet, shumica e kometave kanë 2 bisha, jo një. Ka bishën e gazit, që është e ndriqme dhe e drejt, e shtyr nga era diellore, dhe ka bishën e pluhurit, që është më e gjelbër, më e lakuar, e shtyr nga presioni i rrezatimit diellor, forca fizike që fotoni ushtrojnë kur godasin grincat e pluhurit. Këto 2 bisha shpesh janë të dukshme në fotografi të detajuara. Bisha e gazit duket blu jeshile, sepse molekulat e gazit, veçanërisht cianogeni dhe karboni diatomik, shkëlqejnë në këto ngjyra kur ekscitohen nga rrezatimi diellor. Bisha e pluhurit duket e verdh-bardhë, sepse grincat e pluhurit thjesht reflektojnë dritën e diellit. Me C e ku 10.025 R3, nëse ke një teleskop të vogël dhe një kamerë, mund të jesh në gjendje të dallosh këto 2 bisha, por me sy të lirë ose me dylbi, do të shohësh vetëm një bishë të vetme, një përzierje të të dyjave, që do të duket si një vijë delikate e ndritshme që shtrihet larg nga koma. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Pse kjo komet është këtu? Pse tani? Çfarë solli nga skajet e sistemit diellor në këtë moment specifik? Përgjigja qëndron në një histori që filloi miliarda vite më parë. Kur sistemi diellor po formohej, kur dielli ishte ende një yll liri, kur planetet po kondensoheshin nga një disk pluhuri dhe gazi, kishte shumë më tepër material se sa përfundoi në planetet. Shumë nga ky material u hodh jashtë nga ndërveprimet gravitacionale me planetet gjigant, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni. Këto objekte, triliona prej tyre, u dërguan në orbita të gjata eliptike që i quan në skajet e sistemit diellor. Atje, në atë zonë të quajtur Reja e Ortit, ata u ngrirën. Dhe kanë qenë atje që atëherë një popullat gjigante objektesh të ngrira, secila në orbitën e vet, secila duke u lëvizur aq ngadalë sa një orbitë plot mund të zgjas miliona vite. Por her pas here diçka i shqetëson. Ndoshta një yll kalon afër. Jo shumë afër, por mjaft afër, sa graviteti i tij të ndryshojë pak orbitën e një objekti të Rejës së Ortit. Ndoshta një valë gravitacionale nga galaktika kalon nëpër zonë. Ndoshta një planet i panjohur në skajet e sistemit diellor, planeti 9, hipotetik që disa shkencëtar mendojnë se mund të ekzistojë,
ushtron një tërheqje të vogël. Çfarëdo që të jetë shkaku, orbita ndryshon. Dhe nëse ndryshimi është në drejtimin e duhur, objekti fillon të bjerë drejt diellit. Jo shpejt në fillim, por gradualisht, tërhequr nga graviteti i diellit, ai fillon një udhtim që do të zgjasë dhjetra ose qindra mijëra vite. C e kuptimi dyta e 2025 R3 filloi këtë udhtim. Në një kohë kur njerëzit modern sapo po shfaqeshin në Afrikë, kur mamutët ende ecnin në Europë, kur akullnajat mbulonin shumë nga hemisfera veriore, dhe tani, pas dhjetra mijëra vitesh udhtimi, ka arritur në sistemin e brendshëm diellor. Por këtu është pjesa interesante. Kjo nuk është hera e parë. Llogaritjet e orbitës sugjerojnë që C2 e 2025 R3 ka qenë këtu më parë, rreth 4500 vjet më parë. Kjo do të thotë që orbita e saj nuk është një parabole hapur që do ta çonte jashtë sistemit diellor përgjithmonë. Është një elips shumë i gjatë që e kthen përsëri. Imagjino këtë. Në vitin 2500 para Krishtit, kur piramida e Keopsit sapo ishte ndërtuar, kur sumeret po zhvillonin një nga civilizatat e para urbane, kur njerëzit po mësonin të shkruanin. Në atë kohë, C e 2025 R3 kaloi nëpër sistemin e brendshëm diellor. Ndoshta dikush e pa, ndoshta një prift egjiptian që po vëzhgonte qiellin për të përcaktuar kalendarin, ndoshta një bari në Mesopotami që po shikonte yjet për të orientuar. Ndoshta askush nuk e vuri re, sepse nuk kishte teleskop, nuk kishte fotografi, nuk kishte mënyrë për të dokumentuar. Dhe pastaj, pas disa javësh ose muajve të dukshmërisë, kometa u zbeh, u largua nga dielli, u kthye në errësirën e sistemit të jashtëm diellor. Dhe për 4500 vite ka qenë atje, duke u lëvizur ngadalë nëpër hapësirë, duke u ftohur përsëri në temperatura afër zeros absolute, duke pritur momentin kur graviteti do ta kthej përsëri drejt diellit. Dhe tani, në vitin 2026, është koha. Cikli po përsëritet, dhe këtë herë ne jemi gati. Këtë herë e dim se çfarë po shohim. Këtë herë mund ta dokumentojmë, ta studiojmë, ta kuptojmë. Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet. Çfarë do të ndodhë me C, ekuivalent me 2025 R, 3 pas prillit? Pas 25 prillit, kur kometa do të jetë në pikën më të afërt me diellin, do të fillojë të largohet. Gradualisht do të zbeh. Gradualisht bisha do të shkurtësohet. Gradualisht koma do të tkurret. Deri në mes të majit do të jetë ende e dukshme me dylbi, por jo më me sy të lirë. Deri në qershor do të jetë e dukshme vetëm me teleskop. Deri në korrik do të jetë një pikë dobët drite që vetëm teleskopët më të mëdhenj mund ta shohin. Dhe pastaj, për vite, do të vazhdoj të largohet. Do të kaloj orbitën e Marsit, do të kaloj orbitën e Jupiterit, do të kaloj orbitën e Saturnit, Uranit, Neptunit. Do të hyj përsëri në brezin e Kuiperit, atë rajon përtej Neptunit ku jetojnë mijëra objekte të ngrira. Dhe më në fund, pas dekadash, do të arrijë përsëri në ren e Ortit. Atje do të ngadalsohet, do të ndaloj, dhe pastaj, shumë ngadal, do të filloj të bjerë përsëri drejt diellit. Por kjo herë, udhëtimi do të zgjas edhe më gjatë, sepse çdo herë që një komet kalon afër diellit, humb mas. Akulli sublimoi, gazi dhe pluhuri largohen, dhe kjo humbje mase ndryshon orbiten. Llogaritjet sugjerojnë që C në 2025 R3 do të kthehet përsëri në sistemin e brendshëm diellor në rreth 5000 vjet. Kjo do të thotë që në vitin 7026, një datë që është pothuajse e pamundur për ta konceptuar, një kohë kur njerëzimi ose do të jetë transformuar përtej çdo njohe, ose do të jetë zhdukur, kjo komet do të kalojë përsëri. Dhe ndoshta dikush, ose diçka, do ta shikojë përsëri. Por ka edhe një mundësi tjetër. Çdo herë që një komet kalon afër diellit, ka një rrezik që të fragmentohet. Ngjehtësia mund të krijojë tension termik që e thyen objektin në copa. Graviteti i diellit mund të ushtrojë forca që e shkatërrojnë strukturën. Dhe nëse kjo ndodh, në vend të një komete që kthehet, do të kemi një varg kometash më të vogla, ose asgjë fare, nëse fragmentet janë shumë të vogla për tu parë. Kjo është arsyeja pse çdo kalim i një komete është unik.
Çdo kalim mund të jetë i fundit. Çdo vëzhgim mund të jetë mundësia e fundit për ta parë atë objekt specifik. Dhe kjo i jep një pesh shtesë momentit. Një ndjenjë se nuk po shikon thjesht një ngjarje që do të përsëritet, por një moment unik në historinë e një objekti që ka ekzistuar për miliarda vite. Por le të krahasojmë C-7025R3 me disa nga kometat më të famshme të historisë, sepse kjo do të na ndihmojë të vendosim në kontekst se sa e veçantë është kjo mundësi. Kometa më e famshme në histori është padyshim kometa Halley. Kjo është kometa që kthehet çdo 76 vjet dhe është regjistruar në dokumente historike që nga të paktën viti 228 para Krishtit. Kinest e kanë regjistruar, babilonasit e kanë regjistruar, evropianët mesjetar e kanë parë dhe e kanë interpretuar si shenjë nga Zoti. Në vitin 1566, astronomi anglez Edmund Halley kuptoi që vëzhgimet historike të ndryshme ishin të së njëjtës komet dhe parashikoi se do të kthehej në vitin 1756. Kur ktheu, 16 vjet pas vdekjes së Halley, ishte një triumf i shkencës moderne. Kalimi më i fundit i kometës Halley ishte në vitin 1986. Shumë njerëz që po dëgjojnë këtë e kujtojnë atë kalim, por ka një ironi këtu. Kalimi i vitit 1986 ishte një nga më të këqit në histori për vëzhgim nga toka. Gjeometria ishte e pafavorshme. Kometa ishte në anën e kundërt të diellit nga toka për shumicën e periudhës së saj më të ndritshme. Dhe ndotja e dritës, që kishte rritur dramatikisht që nga kalimi i mëparshëm në vitin 1910, e bëri edhe më të vështirë për ta parë nga zonat urbane. Pra shumë njerëz që dolën për ta parë kometën Halley në vitin 1986 u zhgënjen. Pritnin diçka spektakolare, kometa e jetës së tyre. Dhe pan një njoll të vogël, të dobët, që kërkonte teleskop për t'u parë qartë. Kjo krijoi një gjenerat skeptikësh që tani mendojnë kometat janë mbivlerësuar. Por krahasoje atë me kometën Hale-Bopp në vitin 1997, kjo ishte një komet që vërtet ishte spektakolare. Ishte e dukshme me sy të lirë për 88 ditë, një rekord për kometat moderne. Në pikun e saj, ishte më e ndritshme se çdo yll në qiell përveç Sirius. Bisha e saj ishte e dukshme edhe nga qytetet e mëdha. Njerëzit ndaluan makinat në autostrad për ta parë. Familjet dolën në oborret e tyre çdo mbrëmje për ta vëzguar. Ishte një ngjarje kulturore, jo vetëm astronomike. Dhe pastaj ishte kometa Neowise në vitin 2020. Kjo erdhi me një kohë të veçantë, gjatë pandemisë Covid-19, kur shumë njerëz ishin të izoluar në shtëpi, kur jeta normale ishte pezulluar. Dhe papritur, kishte diçka në qiell që të gjithë mund ta shikonin. Diçka të bukur, të natyrshme, të paprekur nga kaosi i botës njerëzore. Për shumë njerëz, Neowise ishte një moment shprese, një kujtesë se universi vazhdon, se ka bukuri për te i problemeve tona të përditshme. Se kuptimi 2025R3 nuk do t'jetë aq e ndritshme sa Hale-Bopp, por do t'jetë më e ndritshme se Halley ishte në vitin 1986. Do t'jetë e krahasueshme me Neowise, ndoshta pak më e dobët, por ende plotësisht e dukshme me sy të lirë në kushte të mira. Dhe ka një avantazh që ceku i valent me 2025R3 ka mbi shumë kometa të tjera. Kohëzgjatja. Disa kometa janë të ndritshme për vetëm disa ditë. Ceku i valent me 2025R3 do të jetë e dukshme për javë. Kjo do të thotë që nuk është një ngjarje tani ose kur. Është një ngjarje që mund ta planifikosh, që mund ta përshtatësh me orarin tënd, që mund ta shijosh në ritmin tënd. Por le të flasim për diçka që rrallë diskutohet. Rolin e kometave në historinë njerëzore. Për mijëra vite, kometat janë parë si shenja. Në Kinë ishin interpretuar si paralajmërime të ndryshimeve politike. Në Evropë mesjetare ishin parë si shenja të zemërimit hyjnor. Në shumë kultura ishin lidhur me fatkeqësi, luftra, murtaja, tërmete. Kjo frikë nuk ishte krejtësisht irracionale. Kometat shfaqeshin papritur, ndryshonin formë, lëviznin në përqiell në mënyra që yjet nuk lëviznin. Në një botë ku qielli konsiderohej i përhershëm dhe i pandryshuar, një komet ishte një anomali shqetësuese.
Por kishte edhe një tjetër dimension. Kometat ishin të bukura. Eve njerëzit që i frikonin nuk mund të mohonin bukurinë e tyre. Dhe kjo krijoi një tension, një ndjenjë se diçka mund të jetë njëkohësisht e bukur dhe e rrezikshme, e admirueshme dhe e frikshme. Kjo tension u zgjidh vetëm në shekullin e 17, kur Edmund Halley dhe Isaac Newton treguan që kometat ndjekin ligjet e njëjta të fizikës si planetet, që nuk janë shenja nga perëndit, por objekte natyrore që lëvizin në orbita të parashikueshme. Kjo ishte një nga triumfet e mëdha të revolucionit shkencor. Transformimi i kometave nga shenja mistike në objekte të kuptueshme. Por edhe sot, ka një gjurmë të asaj frike të lashtë. Kur një komete e re zbulohet, mediat shpesh e paraqesin me tituj sensacional. Kometa gjigante po afrohet me tokën, dhe njerëzit shqetësohen. A është e rrezikshme? A mund të na godas? E vërteta është se kometat që vijnë nga reja e ortit pothuajse kurrë nuk godasin tokën. Sistemi diellor është shumë i madh dhe toka është shumë e vogël. Shanset që një komet të kalojë saktësisht nëpër pikën ku toka ndodhet në atë moment janë astronomikisht të vogla. CMV-vjetet 2025 R3 do të kalojë në një distancë prej 125 milion kilometra nga dielli, që është pak më shumë se distanca Tokë-Diell. Nuk ka asnjë rrezik goditjeje. Por ka një pyetje më interesante. Çfarë do të ndodhte nëse një komet do të godiste tokën? Kjo ka ndodhur në të kaluarën. Në fakt, ka ndodhur shumë herë. Gjatë bombardimit të madh të vonë, rreth 4 miliard vjet më parë, toka u godit nga mijëra kometa dhe asteroide. Këto goditje sollën ujë. Shumë nga uji në oqeanet tona mund të ketë ardhur nga kometat. Sollën molekula organike, bloqet ndërtimore të jetës. Dhe ndoshta, në një kuptim shumë real, sollën jetën vetë. Por goditjet e kometave nuk janë gjithmonë krijuese. Ato mund të jenë edhe shkatërruese. Një komet e madhe që godet tokën do të lironte energji ekuivalente me miliona bomba bërthamore. Do të krijonte një krater 10 kilometra të gjerë. Do të hidhte miliarda ton pluhur në atmosferë duke blokuar dritën e diellit për muaj ose vite. Do të shkaktonte një ftoje globale që do të vriste shumicën e jetës bimore. Do të shkaktonte zjarret masive. Do të krijonte val gjigante, tsunami nëse godiste në oqean. Kjo nuk është teori. E dim që ka ndodhur. Ngjarje të tilla janë regjistruar në rekordin gjeologjik. Dhe ndërsa goditja që vrau dinosaurët 66 milion vjet më parë ishte më shumë një asteroid se sa një komet, principi është i njëjtë. Objektet e mëdha nga hapësira mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë së jetës në tokë. Por këtu është pjesa interesante. Ne tani kemi teknologjinë për të zbuluar këto objekte përpara se të na godasin. Teleskop si Pan-STARRS, i njëjti që zbuloi C ekuivalent me 2025 R3, janë duke skanuar qiellin çdo natë, duke kërkuar objekte që mund të jenë në rrugë goditje me tokën. Dhe nëse zbulohet një objekt i tillë me 10 vite përpara, ka strategji që mund të përdoren për ta devijuar, jo duke e shpërthyer me bomba bërthamore, siç shfaqet në filmat, por duke ndryshuar ngadalë orbitën e tij me metoda më delikate. Pra, në një kuptim, çdo komete e re që zbulohet është një test i sistemit ton të mbrojtjes planetare. Çdo komete e re na jep informacion për popullatën e objekteve që ekzistojnë në sistemin diellor. Çdo komete e re na ndihmon të përmirësojmë modelet tona të asaj që është atje, jashtë, duke pritur. Por le të kthehemi te C, ekuivalent me 2025 R3, dhe te pyetja që shumë njerëz e bëjnë. Pse duhet të më interesoj? Pse duhet të dal nga shtrati 1 orë më herët për të parë një njoll të vogël në qiell? Kjo është një pyetje drejtë, dhe përgjigja nuk është e njëjtë për të gjithë. Por le të ofroj disa perspektiva. Perspektiva e parë është thjesht kurreshtja. Nëse je një person që gëzon të mësoj për botën, për natyrën, për shkencën, për fenomenet që ndodhin rreth nesh, atëherë të parit një komet është një mundësi për të parë diçka që zakonisht lehtëson vetëm në libra. Është si të shohësh një kafshë të rrallë në natyrë në vend që në një dokumentar. Ka një cilësi të drejtë për drejtësisë, të realitetit, që asnjë përshkrim ose fotografi nuk mund ta zvendçojë. Perspektiva e dytë është lidhja me historinë. Kur shikon C70-2025 R3, po shikon të njëjtin objekt që dikush mund ta ketë parë 4500 vjet më parë.
po shikon diçka që ka qenë dëshmitar i gjithë historisë njerëzore, lindjes së civilizatave, rënies së perandorive, zhvillimit të shkencës, transformimit të botës. Ka një ndjenjë vazhdimësie, një lidhje me të kaluarën, që është e rrallë në jetën moderne. Perspektiva e tretë është shkalla. Në jetën e përditshme, jemi të rrethuar nga gjëra në shkallën tonë, objekte që mund t'i prekësh, distanca që mund t'i ecësh, kohë që mund t'i matësh në minuta ose orë. Por një komet ekziston në një shkallë krejtësisht të ndryshme. Është një objekt 10 kilometra i gjerë që krijon një strukturë 100.000 kilometra të gjerë. Është në një distancë prej 125 milion kilometra. Ka udhëtuar për 10 mijëra vite. Dhe të parit atë, edhe si një njollë të vogël, është një kujtesë e shkallës së vërtet të universit. Perspektiva e katërt është bukuri. Dhe kjo nuk është bukuri në kuptimin e një perëndimi dielli ose një luleje. Është një bukuri më delikate, më e butë. Bukuria e diçkaje që është pothuajse e padukshme, që kërkon vëmendje dhe durim për të vlerësuar. Është bukuria e një objekti që nuk i përket kësaj bote, që vjen nga një vend ku nuk ka ajër, ku nuk ka tingull, ku nuk ka jetë, dhe megjithatë është këtu, e dukshme, e prekshme në një kuptim vizual. Dhe perspektiva e pestë, ndoshta më e rëndësishmja, është momenti. Në një jetë të mbushur me rutinë, me përsëritje, me ditë që shkrihen në njëra tjetrën, një komet është një moment që del jashtë. Është diçka që do ta kujtosh, është diçka që do t'ua tregosh të tjerëve. Është diçka që 10 vjet më vonë do të thuash, e kujtoj kur pash atë komet në vitin 2026. Ishte një mëngjes i ftohtë prilli, dodha në obor dhe atje ishte. Këto momente janë të rralla. Këto momente janë të çmuara. VC 70-2025 R3 është një mundësi për të krijuar një moment të tillë. Por le të jemi të sinqert për një gjë të fundit. Ka mundësi që të dallësh, të shikosh dhe të mos ndjesh asgjë të veçantë. Ka mundësi që të mendosh, në rregull, është një njollë e mjegullt, interesante por jo mahnitse. Dhe kjo është plotësisht e vlefshme. Jo çdo përvojë duhet të jetë transformuese. Jo çdo moment duhet të jetë i paharrueshëm. Ndonjëherë një komet është thjesht një komet, një objekt interesant që pe një herë dhe pastaj vazhdove me jetën tënde. Por edhe nëse kjo është përvoja jote, do të kesh bërë diçka që shumica e njerëzve nuk do ta bëjnë. Do të kesh parë me sytë e tu një objekt që vjen nga skajet e sistemit diellor. Do të kesh qenë pjesë e një ngjarje që ndodh vetëm disa herë në një jetë. Do të kesh një histori për të treguar. Dhe kush e di? Ndoshta vite më vonë, kur të dëgjosh për një komet tjetër, do të kujtosh këtë moment dhe do të mendosh, ndoshta duhet ta shikoj përsëri. Sepse kjo është gjëja me kometat. Çdo njëra është e ndryshme, çdo njëra ka personalitetin e saj, çdo njëra krijon një përvojë unike. Dhe nuk e di kurrë se cila do të jetë ajo që vërtet të prek, që vërtet të bën të ndalosh dhe të mendosh për vendin tënd në univers. Ekuivalent me 2025 R3 mund të jetë ajo komet për ty. Ose mund të mos jetë. Por e vetmja mënyrë për të zbuluar është të dalësh, të shikosh dhe të japësh vetes mundësinë për ta përjetuar, sepse në fund kjo është ajo që bën një komet të veçantë. Jo shkenca, edhe pse shkenca është fascinuese. Jo bukuria, edhe pse bukuria është reale. Por mundësia. Mundësia për të parë diçka të rrallë, mundësia për të qenë pjesë e një momenti kozmik. Mundësia për të ndjerë, edhe për një qast, se je pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jote. Se jeta jote e përditshme, se problemet dhe shqetësimet që zakonisht të zënë mendjen. Dhe kjo mundësi është këtu, tani, në pranverën e vitit 2026, në qiellin mbi kokën tënde, duke pritur që ti ta shohësh. Por tani le të ndalemi në një pyetje që ndoshta të ka shkuar në përmend gjatë gjithë kësaj kohe. A është vërtet kaq e veçantë? A nuk po e egzagjerojmë pak rëndësinë e një objekti që në fundit është vetëm një shkëmb i ngrirë që kalon nëpër sistemin diellor? Kjo është një pyetje drejtë dhe e kuptoj plotësisht skepticizmin, sepse kemi dëgjuar të gjitha premtimet më parë, kometa e shekullit, spektakli më i madh qiellor, diçka që nuk duhet humbur dhe pastaj del jashtë dhe sheh një pikë të vogël.
ose asgjë fare, sepse qielli është vranët, ose ndotja e dritës është shumë e fortë, ose thjesht nuk di ku të shikosh. Pra, le të jemi absolutisht të qartë për atë që C e 2.45 R3 është dhe çfarë nuk është. Nuk është një fishek artificial kozmik që do të ndriçojë qiellin si ditë. Nuk është një spektakel që do ta shohësh nga dritarja e dhomës tënde në qendër të Tiranës ndërsa shikon televizor. Nuk është diçka që do të shfaqet në lajmet e mbrëmjes me titullin Miliona njerëz mahnitën nga kometa gjigande. Është diçka më delikate, më e butë, më e kërkueshme. Është një objekt që do të duket si një njollë e vogël e mjegullt në qiellin e agjimit, që do të kërkojë që të dallësh nga shtëpia, që do të kërkojë që të presësh që syt të përshtaten me errësirën, që do të kërkojë që të dish ku të shikosh, që do të kërkojë mbi të gjitha pak durim dhe pak vullnet për të parë diçka që nuk është menjëherë e dukshme. Por këtu është gjëja. Pikërisht kjo e bën të veçantë, sepse në një botë ku çdo gjë është e menjëhershme, ku çdo informacion është në distancë një klikimi, ku çdo imazh është i disponueshëm menjëherë, ku çdo përvojë është e parapërpunuar dhe e gatshme për konsum, një komet kërkon diçka të ndryshme. Kërkon përpjekje, kërkon angazhim, kërkon që ti të japësh diçka nga vetja jote, kohën tënde, vëmendjen tënde, gatishmërinë tënde për të qenë i pranishëm në një moment që nuk kontrollohet nga ti. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit që e shohin një komet, vërtet e shohin, jo thjesht e fotografojnë për media sociale, shpesh përshkruajnë përvojën si diçka që i ndryshoi. Jo në mënyrë dramatike, jo si një revelacion fetar, por si një zhvendosje e vogël në perspektivë, si një kujtesë se ka gjëra që ekzistojnë jashtë ciklit ton të përditshëm, jashtë shqetësimeve tona, jashtë botës që kemi ndërtuar rreth vetes. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka diçka për C-17025 R3 që e dallon nga shumë kometa të tjera, diçka që lidhet me momentin specifik në të cilin po jetojmë. Ne jemi në vitin 2026. Jemi në një kohë kur njerëzimi po shikon më thellë në hapësirë se kur më parë. Teleskopi James Webb po na tregon galaktika që formoheshin qindra miliona vjet pas Big Bangut. Misione robotike po eksplorojnë Marsin, po studiojnë hënat e Jupiterit dhe Saturnit, po përgatiten për të shkuar në asteroid dhe kometa. Po planifikojmë të kthehemi në hënë, të dërgojmë njerëz në Mars, të ndërtojmë stacione hapësinore që do të shërbejnë si pika nisjeje për eksplorimin e thellë të sistemit diellor. Dhe në të njëjtën kohë, po përbalemi me pyetje ekzistenciale për të ardhmen tonë në këtë planet. Ndryshimi klimatik, humbja e biodiversitetit, tensionet gjeopolitike, pabarazia në rritje. Pyetja nëse do të jemi në gjendje të punojmë së bashku si specie për të zgjidhur problemet që kemi krijuar. Në këtë kontekst, një komet bëhet diçka më shumë se një kuriozitet shkencor. Bëhet një simbol, një kujtesë se ne jemi pjesë e një sistemi shumë më të madh, që problemet tona, sado reale dhe urgjente, janë të vogla në shkallën kozmike. Që kemi jetuar në këtë planet për vetëm një copës të vogël kohe, rreth 300.000 vjet për Homo sapiens, rreth 10.000 vjet për civilizimin, ndërsa objektet si C-17025 R3 kanë ekzistuar për miliarda vite dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë shumë kohë pas nesh. Kjo nuk do të thotë që problemet tona nuk janë të rëndësishme, janë absolutisht të rëndësishme, por do të thotë që ka vlerë her pas here të dalësh nga burbulla e shqetësimeve të përditshme dhe të shikosh diçka që të kujton se jemi pjesë e një historie shumë më të gjatë. Dhe këtu është diçka që rrallë diskutohet. Kometat kanë luajtur një rol kritik në atë histori. Pa kometat që goditën tokën e hershme, ndoshta nuk do të kishim oceane. Pa ujin që ato sollën, ndoshta jeta nuk do të kishte filluar kurrë. Pa molekulat organike që ato depozituan në sipërfaqen e planetit ton, ndoshta kimia që çoi në jetën e parë nuk do të kishte ndodhur kurrë. Kjo nuk është spekulim i egër. Kjo është një hipotezë serioze e mbështetur nga dëshmi në rritje. Kemi gjetur aminoacide, bloqet ndërtimore të proteinave, në meteorite që kanë rënë në tokë.
Kemi zbuluar molekule organike komplekse në kometat që kemi studiuar me sonda hapësinore. Kemi modele kompjuterike që tregojnë se toka e hershme nuk kishte mjaftui për të formuar oceane, që shumica e ujit ton duhet të ketë ardhur nga jashtë. Nga kometa dhe asteroide që goditën planetin gjatë qindra miliona viteve të para. Pra kur shikon C ekuivalent me 2025 R3, po shikon jo vetëm një objekt i bukur, po shikon një përfaqësues të një klase objektesh që mund të kenë bërë të mundur ekzistencën tënde. Po shikon një lidhje të drejt për drejt me origjinën e jetës në këtë planet. Por le të shkojmë edhe më tej, sepse ka një pyetje që shkencëtarët po e bëjnë gjithnjë më shumë. A ka jetë në kometa? Jo jetë në kuptimin e baktereve që rriten dhe shumëzohen, por a mund të ketë kometa që përmbajnë mikroorganizma të ngrirë, forma jete që filluan diku tjetër në galaktik, që u ngritën në hapësirë nga një goditje asteroidi ose nga një shpërthim vulkanik, që u udhëtuan në përhapësirë për miliona vite dhe që tani janë të ruajtura në akullin e një komete. Kjo quhet panspermia. Ideja që jeta mund të përhapet nga një planet në tjetrin, nga një sistem yjor në tjetrin, përmes objekteve që udhëtojnë në përhapësirë. Dhe ndërsa tingëllon si shkencë fantazi, ka një bazë shkencore serioze. E dim që disa baktere mund të mbijetojnë në kushte ekstreme, në vakumin e hapësirës, në rrezatim të fortë, në temperatura shumë të ulta. E dim që shkëmbin nga Marsi kanë arritur në tokë, të hedhur nga goditje të mëdha dhe të udhëtuar në përhapësirë për miliona vite. Pse jo edhe e kundërta? Pse jo shkëmbin nga toka që arrin në Mars? Pse jo mikroorganizma që udhëtojnë nga një sistem yjor në tjetrin? Nuk e dim. Ende nuk kemi dëshmi të drejt për drejta, por çdo komete e re që studiojmë na jep informacion të ri. Çdo analizë e re e materialit kometar na afron më shumë me përgjigjen e pyetjes: a jemi vetëm? A është jeta një fenomen unik për tokën? Apo është diçka që ndodh kudo, ku kushtet janë të përshtatshme? Dhe C-70-2025 R3, ndërsa kalon nëpër sistemin e brendshëm diellor, po studiohet nga teleskop në të gjithë botën pikrisht për këto pyetje. Çdo spektër që merret, çdo analizë që bëhet, çdo matje që regjistrohet, kontribuon në kuptimin ton të asaj që janë kometat, nga vinë, çfarë përmbajnë dhe çfarë roli kanë luajtur në historinë e jetës në univers. Por le të kthehemi te përvoja personale, sepse në fund, pavarësisht nga shkenca, pavarësisht nga rëndësia kozmike, pyetja që shumica e njerëzve e bëjnë është: çfarë do të ndjej kur e shikoj? Dhe e vërteta është: nuk e di. Askush nuk e di. Sepse çdo person ka një përvojë të ndryshme. Disa njerëz përshkruajnë një ndjenjë admirimi, një kuptim i papritur i shkallës universit, i vogëlsisë së tyre në krahasim me hapësirën dhe kohën kozmike. Të tjerë përshkruajnë një ndjenjë qetësie, një moment kur shqetësimet e përditshme zhduken dhe mbetet vetëm prezenca në momentin e tanishëm. Të tjerë përshkruajnë kureshte intelektuale, një dëshirë për të mësuar më shumë, për të kuptuar më thellë, për të eksploruar më tej. Dhe disa njerëz nuk ndjejnë asgjë të veçantë. Shohin kometën, mendojnë interesante dhe vazhdojnë me jetën e tyre. Dhe kjo është plotësisht në rregull. Nuk ka një mënyrë të drejtë për të reaguar ndaj një komete, por këtu është gjëja që kam vërejtur. Shpesh, ndjenja më e thellë nuk vjen në momentin e vëzhgjimit, vjen më vonë. Vjen kur je duke bërë diçka krejtësisht të ndryshme, duke ecur në rrugë, duke punuar në zyrë, duke folur me një mik, dhe papritur kujton: e pash atë komet. Ishte atje, në qiell, dhe unë e pash me sytë e mi. Dhe me atë kujtim vjen një ndjenjë vogël, e pazakont. Një ndjenjë se ke qenë pjesë e diçkaje, se ke parë diçka që shumica e njerëzve nuk e pan. Se ke marrë një moment nga rutina e përditshme për të parë diçka që vjen nga skajat e sistemit diellor, që ka udhëtuar për dhjetra mijëra vite, që nuk do të kthehet për mijëra vite të tjera. Dhe kjo ndjenjë, kjo kujtesë, mbetet. Jo si diçka që të ndryshon jetën, por si një pikë referimi, si një moment që di se ndodhi, që di se ishte real, që di se ishte i yti. Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet. Çfarë do të ndodhë me njohuritë tona për C-70-20 R3 pas kalimit të saj?
Çdo vëzhgjim që bëhet, nga astronome profesional, nga amator me teleskop në oborret e tyre, nga njerëz të zakonshëm me dilbi ose me sy të lirë, kontribuon në një bazë të dhënash globale. Çdo fotografi që merret, çdo matje që regjistrohet, çdo raport që dërgohet, shtohet në kuptimin ton kolektiv të kësaj komete. Dhe këto të dhëna do të studiohen për vite. Shkencëtarët do të analizojnë ndryshimet në ndriqim për të kuptuar se si sublimimi i akullit ndryshon me distancën nga dielli. Do të studiojnë strukturën e bishës për të kuptuar se si era diellore ndërvepron me materiale të ndryshme. Do të krahasojnë C-7240R3 me kometa të tjera për të identifikuar modele, për të ndërtuar teori më të mira, për të përmirësuar parashikimet për kometat e ardhshme. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, do të zbulojnë diçka të papritur, diçka që nuk e prisnin, diçka që do të ndryshojë kuptimin ton të asaj që janë kometat, se si funksionojnë, se çfarë roli luajnë në sistemin diellor. Kjo është bukuria e shkencës. Çdo vëzhgim i ri është një mundësi për zbulim. Çdo objekt i ri që studiojmë mund të na mësojë diçka që nuk e dinim. Dhe C, ekuivalent me 2025 R3, si çdo komet, është një laborator natyror, një eksperiment që po zhvillohet në kohë reale, që po na tregon se si materiali i ngrirë reagon kur ekspozohet ndaj nxehtësisë dhe rrezatimit të diellit. Por le të kthehemi te momenti. Te 25 prilli 2026, te ajo mëngjes kur kometa do të jetë në pikun e saj. Imagjino këtë skenë. Është ora 5 të mëngjesit. Qielli në lindje po zbeh nga e zeza në blu të errët. Yjet më të dobët tashmë po zhduken, por ata më të ndritshëm ende janë të dukshëm. Ti je jashtë, ndoshta në oborin tënd, ndoshta në një kodër jashtë qytetit, ndoshta në një plazh ku mund të shikosh horizontin lindor pa pengesa. Ke pritur 20 minuta që syt të përshtaten me errësirën. Ke kontrolluar aplikacionin në telefon për të konfirmuar pozicionin e saktë. Ke dëlbi në dorë, ose ndoshta jo, ndoshta ke vendosur të provosh së pari me sy të lirë. Shikon nga lindja, 20 gradë mbi horizont, rreth 2 grushta të krahut të zgjatur. Dhe atje, ndërmjet yjeve që po zbehin, e sheh. Një njoll e vogël e mjegullt, jo e ndritshme si një yll, jo e mprethë si një planet, por e pranishme, e qartë, e padyshimtë. Ngre dylbi, fokuson, dhe papritur, ajo njoll e vogël transformohet. Sheh komen, atë sferë të butë të ndritshme me një bërtham pak më të ndritshme në qendër. Sheh fillimin e bishës, një vijë delikate që shtrihet lart në qiell, sikur po tregon drejt diçkaje që nuk mund ta shohësh. Dhe në atë moment, diçka ndryshon. Nuk është më vetëm një objekt në qiell, është një lidhje me një objekt që është 10 kilometra i gjerë dhe 125 milion kilometra larg. Një lidhje me një objekt që ka ekzistuar për miliarda vite. Një lidhje me një objekt që ka parë formimin e planetve, lindjen e jetës, rritjen e civilizatave. Dhe ti je atje, duke e parë. Jo nëpër një ekran, jo në një fotografi, por direkt me sytë e tu në kohë reale. Fotoni që godet retinën tënde ka lënë kometën rreth 7 minuta më parë, koha që i duhet dritës për të udhëtuar 125 milion kilometra. Kjo do të thotë që po shikon kometën jo siç është tani, por siç ishte 7 minuta më parë. Po shikon në të kaluarën. Një e kaluar e afërt, por ende e kaluar. Dhe kjo është e vërtet për çdo gjë që shikon në qiell. Dielin e shikon siç ishte 8 minuta më parë. Hënën siç ishte 1 sekondë gjysmë më parë. Yjet siç ishin vite, dekada, shekuj, mijëra vite më parë. Kur shikon qiellin, po shikon një makinë kohe. Po shikon të kaluarën e shtrirë përpara teje në shtresa. Sa më larg, aq më e vjetër. Dhe C-70-2025R3 është një pjesë e asaj makine kohe. Është një objekt që mbart informacion për të kaluarën, për kushtet që ekzistonin kur sistemi diellor po formohej, për proceset që ndodhen miliarda vite më parë, për historinë e materialit që na përbën ne dhe gjithçka rreth nesh. Por është edhe diçka tjetër. Është një kujtesë e së ardhmes.
sepse kjo komet do të kthehet. Jo për ty, ndoshta jo edhe për fëmijët e tu, apo për një prit e tu, por për dikë, për një gjenerat që do të jetoj në vitin 7026, që do të shikoj qielin dhe do të shoh të njëjtën komet që ti po shikon tani. Çfarë bote do të jetë ajo? Çfarë do të ketë arritur njerëzimi deri atëherë? A do të jemi ende në tokë, apo do të kemi kolonizuar planet të tjerë? A do të kemi zgjidhur problemet që na shqetësojnë sot, apo do të kemi krijuar probleme të reja? A do të ekzistojmë ende si specie, apo do të kemi transformuar në diçka tjetër? Diçka që nuk mund ta imagjinojmë nga këndvështrimi i vitit 2026. Nuk e dim. Nuk mund ta dim. Por kjo është pjesë e bukurisë së një komete. Është një urë ndërmjet së kaluarës dhe së ardhmes. Është një objekt që ka parë të kaluarën tonë dhe do të shohë të ardhmen tonë. Është një dëshmitar i heshtur i gjithçkaje që ka ndodhur dhe gjithçkaje që do të ndodhë. Dhe ti, duke qëndruar atje në atë mëngjes prili, je një pikë në atë vijë kohore. Je një moment në historinë e gjatë të kësaj komete. Je një nga miliona, ndoshta miliarda njerëz që do ta shohin gjatë këtij kalimi. Dhe je unik, sepse askush tjetër nuk do ta shohë saktësisht siç e shikon ti, nga vendi ku je ti, në momentin që je ti. Kjo është arsyeja pse ja vlen. Jo sepse është spektakolare në kuptimin e një fisheku artificiali, por sepse është një moment i vërtet, i papërsëritshëm që lidh ty me diçka që është shumë më e madhe se ti. Dhe kur të kthehesh brenda, kur të vazhdosh me ditën tënde, kur të kthehesh në rutinën e përditshme, do ta dish. Do ta dish që dola, që epe, që ishe atje, që ishe pjesë e asaj historie. Dhe kjo është gjoja që mbetet. Jo fotografia, edhe pse fotografitë janë të bukura. Jo faktet, edhe pse faktet janë interesante. Por kujtesa. Kujtesa e një momenti kur dole nga bota jote e vogël dhe pe diçka që vjen nga një botë shumë më e madhe. Kjo është ajo që C, ekuivalent me 2025 R3 ofron. Jo një spektakel, por një mundësi. Një mundësi për të qenë i pranishëm, një mundësi për të parë, një mundësi për të kujtuar se jemi pjesë e një universi që është shumë më i madh, më i vjetër, më i çuditshëm, më i bukur se sa mund ta imagjinojmë. Dhe kjo mundësi është këtu, tani, duke pritur, në qielin mbi kokën tënde, në mëngjesin e 25 prilit. Në atë moment, kur dielli nuk ka dalë ende, por qielli po zbe, dhe yjet po zbejnë. Dhe atje, nëse di ku të shikosh, është një njollë e vogël e mjegullt që ka udhëtuar për 10 mijëra vite për të arritur këtu. Për të arritur te ti. Por tani le të ndalemi në diçka që rrallë e pranojmë. Sa pak e dim në të vërtet. Kemi folur për orbitën e C, e kuptuar si C mbi 2025 R3, sikur ta dim me saktësi. Por e vërteta është se çdo orbit kometare është një parashikim, jo një siguri. Çdo herë që një komet kalon afër diellit, humb masë. Çdo herë që gazi shpërthen nga sipërfaqja, krijon një forcë të vogël, një shtys që ndryshon orbitën pak. Këto ndryshime janë të vogla, por mbi mijëra vite bëhen të rëndësishme. Pra, kur themi se C ekuivalent me 2025 R3 do të kthehet në vitin 7026, po themi, nëse asgjë e papritur nuk ndodh. Nëse kometa nuk fragmentohet, nëse një planet i panjohur nuk e shqetëson, nëse graviteti i një illi që kalon nuk e ndryshon rrugën, kemi folur për përbërjen e kometës sikur ta dim me saktësi. Por e vërteta është se kemi analizuar vetëm dritën që vjen nga sipërfaqja, shtresat e jashtme që po sublimojnë. Çfarë fshihet brenda? Çfarë strukture ka bërthama? A është një objekt i vetëm apo një grumbull copash të lidhura dobët nga graviteti? A ka xhepa të brendshëm gazi që mund të shpërthejnë papritur? A ka shtresa me përbërje të ndryshme që do të zbulohen ndërsa sipërfaqja erodon? Nuk e dim. Dhe kjo është e bukur, sepse shkenca nuk është një koleksion faktesh të përfunduara. Shkenca është një proces zbulimi të vazhdueshëm.
Çdo përgjigje që gjejmë hap 10 pyetje të reja. Çdo komet që studiojmë na tregon se sa shumë nuk e dim ende. Le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për pyetjet që nuk kemi as filluar t'i përgjigjemi. Pse ekziston reja e Oortit? E dim që është atje. E dim nga kometat që vijnë prej saj. Por si u formua? Pse ka atë formë specifike, një sferë gjigante që rrethon sistemin diellër? Pse objektet atje kanë ato orbita specifike? Modelet tona sugjerojnë që u hodhën jashtë nga planetet gjigant, por detajet janë ende të paqarta. Ka teori alternative që disa objekte mund t'jenë kapur nga yje të tjerë kur dielli ishte ende në turmën e lindjes së tij, që disa mund t'jenë objekte ndërjore që dielli kaloi afër gjatë udhëtimit të tij nëpër galaktik. Çfarë ka në thelësitë e rejës së Oortit që nuk kemi parë ende? Objektet që zbulojmë janë ato që rastësisht bien drejt diellit. Por për çdo objekt që shohim, duhet të ketë mijëra, ndoshta miliona, që nuk i shohim kurrë, sepse orbitat e tyre nuk i sjellin kurrë mjaft afër për t'u bërë të dukshme. Sa i madh është popullata i total? Sa mas ka atje jashtë? A ka objekte të mëdha, objekte madhësia e Plutonit, ose edhe më të mëdha, që ende nuk i kemi zbuluar? Dhe këtu është pyetja më e madhe. A është reja e Oortit unike për sistemin ton diellor, apo çdo yll ka një strukturë të ngjashme? Nuk e dim. Nuk mund ta shohim rren e Oortit të yjeve të tjerë. Është shumë e largët, shumë e errët. Por nëse çdo yll ka një, atëherë galaktika jon përmban triliona, ndoshta kuadriliona reja të tilla. Dhe nëse çdo re përmban triliona objekte, atëherë numri total i objekteve të ngrira në galaktik është një numër që truri njerëzor nuk mund ta konceptojë vërtet. Por le të shkojmë edhe më tej. Le të flasim për pyetjen që qëndron në zemër të gjithçkaje që kemi diskutuar. Çfarë është një komet në kuptimin më thelbësor? Kemi thënë një shkëmb i ngrirë. Por çfarë është një shkëmb? Një koleksion atomesh. Dhe çfarë janë atomet? Bërhama të vogla të ngarkuara pozitivisht të rrethuar nga re elektronesh. Dhe çfarë janë bërthamat? Koleksione kuarkesh të mbajtura së bashku nga forca e fortë bërthamore. Dhe çfarë janë kuarket? Këtu shkenca moderne fillon të bëhet e paqartë. Janë grinca themelore apo janë të bëra nga diçka edhe më themelore? Struna, membrane, struktura në dimensione që nuk mund t'i perceptojmë. Nuk e dim. Dhe sa më thellë shkojmë, aq më shumë pyetje hasen. Çfarë është hapësira në të cilën lëviz kometa? A është një zbrazëtje thjesht apo një strukturë komplekse që valëzon dhe përkulet në ndikimin e masës dhe energjisë? Çfarë është koha që mat udhëtimin e kometës? A është një rrjedhë absolute apo diçka relative që ndryshon në varësi të shpejtësisë dhe graviteti? Këto nuk janë pyetje abstrakte filozofike. Këto janë pyetje që fizika moderne po përpiqet t'u përgjigjet. Dhe çdo komet që studiojmë, çdo objekt që vëzgojmë duke u lëvizur nëpër hapësirë, na jep të dhëna që na ndihmojnë të testojmë teoritë tona për natyrën e realitetit. Por le të kthehemi te diçka më e prekshme. Le të flasim për pyetjen që të gjithë e bëjnë, por që rrallë e pranojmë se nuk kemi përgjigje. Pse jemi këtu? Jo në kuptimin filozofik, edhe pse do të vijë ai, por në kuptimin shkencor. Pse ekziston jeta në këtë planet? Pse ekziston vetëdia? Pse ekziston një univers që mund të prodhojë qenie që mund të shikojnë kometa dhe të pyesin për origjinën e tyre? Kemi teori, kemi modele, kemi sekuenca ngjarjesh që duken të arsyeshme. Big Bangu, formimi i yjeve të parë, sinteza e elementeve të rënda në bërthamat e yjeve, shpërthimi i supernovave që shpërndan ato elemente në hapësirë, kondensimi i erreve të gazit dhe pluhurit në uje dhe planetet të reja, formimi i molekullave komplekse, shfaqja e jetës, evolucioni i formave gjithnjë më komplekse, lindja e vetëdijes. Por çdo hap në këtë sekuencë ngre pyetje që nuk i kemi përgjigjur plotësisht. Pse ligjet e fizikës janë saktësisht ato që janë? Pse konstante si shpejtësia e dritës, ngarkesa e elektronit, forca e graviteti kanë vlerat specifike që kanë? Nëse do t'ishin pak të ndryshme, universi do t'ishte krejtësisht i ndryshëm. Ndoshta pa yje, pa planete, pa jetë. A është kjo rastësi? A është domosdoshmëri?
A ka një arsye më të thellë që ne nuk e kuptojmë ende? Nuk e dim. Dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë. Ndoshta ka kufi themelore për atë që mund të dim. Kufi që nuk vendosen nga teknologjia jon ose inteligjenca jon, por nga natyra e vet realitetit. Por këtu është gjëja e çuditshme. Kjo mosnjohje nuk na bën më të dobët, na bën më të fortë. Sepse të pranosh se nuk e di, është fillimi i të gjithë njohurive reale. Të pretendosh se e di kur nuk e di, është fundi i të mësuarit. Dhe kur shikon C171025R3, po shikon një kujtes të kësaj mosnjohjeje. Po shikon një objekt që ka ekzistuar për miliarda vite, që ka parë gjëra që ne nuk mund t'i imagjinojmë, që mbart informacion që ne nuk e kemi dekoduar ende. Po shikon një mister, jo në kuptimin mistik, por në kuptimin shkencor. Një fenomen që nuk e kuptojmë plotësisht, që na sfidon të mësojmë më shumë, të pyesim më thellë, të shikojmë më qartë. Por tani, le të kthehemi te fillimi. Kujtoje se si filloi kjo histori. Ndërsa po lexon këto fjalë, një objekt kozmik po udhëton drejt diellit me shpejtësi prej 28.000 km/h. Ajo ishte e vërteta atëherë. Është e vërtet tani dhe do të jetë e vërtet kur të dallësh në atë mëngjes prilli për ta parë. Kometa nuk pret, nuk ngadalson, nuk ndalet, po lviz sipas ligjeve të fizikës që kanë qeverisur lëvizjen e objekteve që nga fillimi i kohës. Por këtu është gjëja e çuditshme. Edhe pse kometa nuk pret, momenti pret. Momenti kur do ta shohesh. Ai moment specifik kur fotoni nga kometa do të godas retinën tënde. Ai moment ekziston vetëm për ty. Askush tjetër nuk do ta ketë saktësisht atë moment. Askush tjetër nuk do ta shohë nga saktësisht ai kënd, në saktësisht atë dritë, me saktësisht atë histori personale që sjell në vëzhgim. Kjo është paradoksi i bukur i vëzhgimit astronomik. Po shikon diçka që është krejtësisht pavarur nga ti. Një objekt që do të ekzistonte edhe sikur ti të mos ekzistoje, që do të lëvizte në të njëjtën orbit edhe sikur askush të mos e shikonte. Por akti i të shikuarit e bën personale, e bën tënden, e transformon nga një fakt abstrakt në një përvojë të jetuar. Dhe kjo është arsyeja pse ja vlen të dallësh. Jo sepse kometa ka nevojë për ty, nuk ka, por sepse ti mund të kesh nevojë për kometën. Mund të kesh nevojë për atë kujtesë se ka gjëra që ekzistojnë përtej ciklit tënd të përditshëm. Mund të kesh nevojë për atë moment kur shikon diçka që vjen nga një shkallë krejtësisht e ndryshme, kohe dhe hapësire. Mund të kesh nevojë për atë ndjenjë, edhe nëse zgjat vetëm një çast, se je pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Sepse këtu është e vërteta që rrallë themi me zë të lartë, ne jemi të vegjël. Jo në kuptimin që nuk jemi të rëndësishëm, jemi absolutisht të rëndësishëm për njëri tjetrin, për planetin ton, për të ardhmen që po krijojmë. Por në kuptimin që jemi një specie e re në një planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar në një galaktik që përmban qindra miliarda yjesh të tjerë, në një univers që përmban qindra miliarda galaktikash të tjera. Dhe kjo vogëlsi nuk është diçka për t'u friksuar, është diçka për t'u çliruar. Sepse nëse jemi të vegjël, atëherë gabimet tona janë të vogla, dështimet tona janë të vogla, shqetësimet tona, sado reale të jenë për ne, janë të vogla në shkallën kozmike. Dhe kjo do të thotë se kemi lirinë të provojmë, të eksperimentojmë, të dështojmë, të mësojmë, të rritemi. Por njëkohësisht, dhe këtu është paradoksi i dytë, jemi të mëdhenj. Sepse sa e dim, jemi të vetmit në këtë univers të gjerë që mund të shikojnë një komet dhe të kuptojnë se çfarë është. Të vetmit që mund të llogarisim orbitën e saj, të vetmit që mund të parashikojmë kur do të kthehet, të vetmit që mund të pyesim pse ekziston dhe çfarë do të thotë. Ndoshta ka të tjerë. Ndoshta galaktika është plot me qytetërime që po shikojnë kometat e tyre, që po bëjnë pyetjet e tyre, që po kërkojnë përgjigjet e tyre. Por nuk i kemi gjetur ende, dhe derisa t'i gjejmë, duhet të supozojmë se jemi vetëm. Që ne, kjo specie e vogël në këtë planet të vogël, jemi mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Mendoje këto. Për 4 miliardë 600 milion vite, C17R3 ka ekzistuar pa askush që ta shikojë,
pa askush që ta kuptoj, pa askush që ta emëroj. Ka qenë thjesht një objekt që lviz në përhapësirë sipas ligjeve të fizikës. Por tani, për një periudhë të shkurtër, disa javë në pranverën e vitit 2026, do të jetë diçka më shumë. Do të jetë një objekt i vëzhguar, i studiuar, i kuptuar, të paktën pjesërisht. Do të jetë një pjesë e vetëdijes njerëzore. Dhe kur të kthehet në vitin 7026, ndoshta do të ketë dika atje për ta parë përsëri. Ndoshta do të jetë një njeri, një pasardhës i yti i largët që mbart gjenet e tua, kujtesën e tua, trashëgimin e tua. Ndoshta do të jetë diçka tjetër, një inteligjencë artificiale, një qenie e modifikuar gjenetikisht, një formë jete që ne nuk mund ta imagjinojmë nga këndvështrimi i vitit 2026. Ose ndoshta nuk do të ketë askush. Ndoshta njerëzimi do të jetë zhdukur, jo domosdoshmërisht nga një katastrofë, por nga transformim. Ndoshta do të kemi evoluar në diçka aq të ndryshme sa nuk do të njihemi më. Ndoshta do të kemi lënë tokën. Do të kemi përhap në përhyje. Do të kemi bërë të pamundur të mundur. Ose ndoshta do të kemi dështuar. Ndoshta sfidat që përballemi tani, ndryshimi klimatik, konfliktet, pabarazia, do të kenë qenë shumë të mëdha. Ndoshta nuk do të kemi qenë në gjendje të punojmë së bashku, të menduam afatgjatë, të vendosim të ardhmen mbi të tashmen. Nuk e dim. Nuk mund ta dim. E ardhmja është e hapur. Një hapësirë mundësish që ne po e formojmë me çdo vendim që marrim, me çdo veprim që ndërmarrim, me çdo zgjedhje që bëjmë. Por këtu është gjoja. C e kuptuar si 2025 R3 nuk e di. Nuk i intereson. Do të vazhdoj të lëviz në orbitën e saj pavarësisht se çfarë bëjmë ne. Do të kthehet në vitin 7026 pavarësisht se a do të jemi atje për ta parë. Është një kujtesë se universi nuk varet nga ne, që ekzistonte para nesh dhe do të ekzistoj pas nesh. Dhe kjo është njëkohësisht përulese dhe çliruese. Përulese, sepse na kujton se nuk jemi qendra e gjithçkaje. Çliruese, sepse na tregon se nuk jemi përgjegjës për gjithçka. Universi do të vazhdojë, yjet do të vazhdojnë të shkëlqejnë, kometat do të vazhdojnë të udhtojnë, dhe ne kemi lirinë të zgjedhim se çfarë të bëjmë me kohën tonë të shkurtër këtu. Pra kur del në atë mëngjes prilli për ta parë C17025 R3, nuk po shikon thjesht një komet, po shikon një pasqyrë. Një pasqyrë që reflekton pyetjet më të mëdha që mund të bëjmë. Kush jemi? Nga vijmë? Ku po shkojmë? Çfarë do thotë ti jesh i vetëdijshëm në një univers që duket se nuk ka nevojë për vetëdije? Çfarë do thotë të kuptosh në një univers që duket se nuk ka nevojë për kuptim? Nuk ka përgjigje të lehta për këto pyetje. Ndoshta nuk ka përgjigje fare. Por akti i të pyeturit, akti i të qenit kurreshtar, i të kërkuarit të kuptimit, i të shikuarit përtej sipërfaqes, ai akt në vetvete është diçka e jashtëzakonshme. Është diçka që, sa e dim, është unike në univers. Është diçka që na bën njerëzor në kuptimin më të thellë. Dhe kur shikon atë njoll të vogël të mjegullt në qiellin e agjimit, kur e di se çfarë është, një objekt që ka udhëtuar për 10 mijëra vite nga skajet e sistemit diellor, që mbart informacion për origjinën tonë, që do të vazhdojë të ekzistojë shumë kohë pas nesh. Kur e di të gjithë këtë, dhe ende zgjedh të dalësh, të shikosh, të jesh i pranishëm në atë moment, atëherë je duke bërë diçka thellësisht njerëzore. Je duke thënë, po, jam i vogël, po, jeta ime është e shkurtër, po, universi është i madh dhe indiferent, por unë jam këtu, unë jam i vetëdijshëm. Unë mund të shikoj, unë mund të kuptoj, unë mund të çuditem. Dhe kjo është mjaft. Sepse në fund, ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme që një komet mund të na mësojë. Jo faktet për orbitën e saj, jo detajet për përbërjen e saj, por kujtesa se jemi pjesë e një historie që është shumë më madhe se ne. Një historie që filloi me Big Bangun 14 miliard vjet më parë. Një historie që përfshin formimin e yjeve, lindjen e planetëve, shfaqjen e jetës, evolucioni i vetëdijes. Një historie që vazhdon tani, në këtë moment, ndërsa ti lexon këto fjalë.
dhe ti je një pjesë e asaj historie. Jo një pjesë e madhe, por një pjesë reale. Atomet që të përbëjnë u formuan në bërthamat e yjeve që vdiqën para se dieli të lindë. Uji në trupin tënd mund të ketë ardhur nga kometa që goditën tokën miliarda vite më parë. Vetëdia jote është rezultati një procesi evolucionar që ka zgjatur 4 miliard vjet. Je një produkt i universit, një mënyrë se si universi po përjeton vetveten. Dhe kur shikon C-2025R3, universi po shikon vetveten. Një pjesë e universit, ti, po shikon një pjesë tjetër të universit, kometën. Dhe në atë akt të shikimit, diçka e jashtëzakonshme po ndodh. Universi po bëhet i vetëdijshëm për strukturën e tij, për historinë e tij, për bukurinë e tij. Kjo nuk është mistik, kjo është fizik. Ti je një strukturë komplekse e organizuar e materjes dhe energjisë që ka aftësinë të përpunojë informacion, të formojë modele, të kuptojë marrëdhënie. Dhe kur përdor atë aftësi për të kuptuar një komet, për të kuptuar se çfarë është, nga vjen, ku po shkon, je duke bërë diçka që, sa e dim, asnjë pjesë tjetër e universit nuk mund ta bëjë. Pra ndoshta pyetja nuk është pse duhet të shikoj një komet. Ndoshta pyetja është si mund të mos e shikoj. Sepse kjo është një mundësi që vjen vetëm disa herë në një jetë. Një mundësi për të parë diçka që vjen nga një shkallë krejtësisht e ndryshme kohe dhe hapësire. Një mundësi për të qenë pjesë e një momenti që lidh të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Një mundësi për të kujtuar se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë. Dhe kjo mundësi është këtu, tani, në pranverën e vitit 2026, në qelin mbi kokën tënde. Pra kur vjen 25 prilli, ose çdo mëngjes tjetër në atë periudhë kur qelli është i qartë dhe zemra jote është e hapur, del. Shiko lart. Gjej atë njollë të vogël të mjegullt në qelin e agjimit dhe dije se po shikon diçka të jashtëzakonshme. Jo sepse është spektakolare në kuptimin e një fisheku artificiali, por sepse është reale, sepse është e vjetër, sepse është e largët, sepse është e bukur në mënyrën e saj të qetë, delikate. Sepse është një kujtesë se universi është shumë më i madh, më i çuditshëm, më i mrekullueshëm se sa mund ta imagjinojmë. Dhe sepse për një moment të shkurtër në shkallën kozmike, por një moment real në jetën tënde, do të jesh i lidhur me diçka që ka ekzistuar për miliarda vite dhe do të vazhdojë të ekzistojë shumë kohë pas teje. Dhe kjo lidhje e shkurtër, e brisht, e bukur, është gjëja më e çmuar që një komet mund të ofrojë. Jo përgjigje, por pyetje. Jo siguri, por mister. Jo fund, por fillim. Fillimi i një udhëtimi që nuk mbaron kurrë. Udhëtimi i të kuptuarit, i të mësuarit, i të çuditurës për botën, për universin, në të cilin kemi fatin e jashtëzakonshëm të jetojmë. Pra shiko lart, gjej kometën dhe lëre veten të çuditesh, sepse në fund, ndoshta çuditja është gjëja më e rëndësishme. Jo njohurit, edhe pse njohurit janë të vlefshme. Jo përgjigjet, edhe pse përgjigjet janë të dobishme, por aftësia për të parë diçka të zakonshme, një njollë të vogël në qiell, dhe të kuptosh se është e jashtëzakonshme. Kjo është ajo që na bën njerëzor. Kjo është ajo që na bën të gjallë. Kjo është ajo që na bën të vlefshëm të jemi këtu, në këtë moment, në këtë planet, në këtë univers. VC-70-2025 R3, ajo njollë e vogël e mjegullt që do të shfaqet në qelin e pranverës, është një mundësi për ta kujtuar këtë. Një mundësi për të qenë i pranishëm, një mundësi për të parë, një mundësi për të çuditur, një mundësi që është këtu, tani, duke pritur për ty.